Në këtë moment, ndërsa leconi këto fjalë, trupi juaj po lufton kundër një armiku të padukshëm. Çdo sekond, rreth 100 trilion grinca kozmike depërtojnë nëpër planetin ton. Shumica kalojnë nëpër ju pa lënë gjurmë, por jo të gjitha. Disa nga këto grimca godasin ADN në tuaj, duke shkaktuar dëmtime mikroskopike që qelizat tuaja duhet të riparojnë menjëherë. Kjo ndodh tani, kjo ndodh gjithmonë. Por ju jeni të sigurt, sepse mbi kokën tuaj qëndron një mburoje padukshme, fusha magnetike e tokës dhe shtresa e trashë e atmosferës. Pa to, jeta siç e njohim do të ishte e pamundur. Tani imagjinoni se hiqni këtë mburojë. Imagjinoni se shkoni në një vend ku kjo mbrojtje nuk ekziston fare. Marsi pret, por çmimi i këtij udhëtimi mund të jetë më i lartë se çdo gjë që kemi paguar ndonjëherë. Në vitin 2018, inxhinieri i NASA-s Rob Manning u pyet në një konferencë shkencore, kur do të dërgojmë njerëz në Mars? Përgjigjja e tij ishte e çuditshme. Ai tha se ne mund ta bëjmë këtë teknologjisht brenda 10 viteve. Por pastaj, shtoi diçka që shumë njerëz në sallë nuk e prisnin. Ai tha: "Pyetja e vërtet nuk është nëse mund t'i çojmë atje. Pyetja është nëse mund t'i kthejmë mbrapsht. Dhe nëse jemi të gatshëm të pranojmë se ndoshta nuk do të mund t'i kthejmë." Kjo deklaratë shkaktoi debat të ashpër. Disa e akuzuan për pesimizëm. Të tjerët thanë se ai thjesht po thoshte të vërtetën që askush nuk donte ta dëgjonte. Por Manning nuk ishte i vetmi. Brenda NASA-s, brenda dokumenteve të brendshme që rrallë shiheshin nga publiku, ekzistonte një realitet i fshehur. Një plan që njihte një të vërtet të thjeshtë. Misionet e para njerëzore në Mars do të jenë me një drejtim. Astronautët që do të shkojnë atje e dinë këtë. Ata e kanë pranuar, por bota jashtë ende nuk e kupton plotësisht se çfarë do të thotë kjo. Le të fillojmë me radiacioni. Kur një astronaut udhëton drejt Marsit, ai del nga mburojat mbrojtëse të tokës. Udhëtimi zgjat rreth 7 muaj. Gjatë këtyre 7 muajve, trupi i astronautit përthit rreth 600 milisievert, rrezatimi kozmik. Për krahasim, një skanim me rreze X i gjoksit ju jep rreth 0.1 milisievert. Një punëtor në një centrale bërthamore lejohet të marrë maksimumi 50 milisievert në vit. 600 milisievert është 12 herë më shumë se kufiri vjetor për punëtorët bërthamor. Dhe kjo është vetëm për udhëtimin në një drejtim. Por çfarë do të thotë kjo në terma biologjik? Studimet e NASA-s tregojnë se pas marrjes së kësaj doze, rreziku i kancerit rritet me rreth 5%. Kjo tinglon e vogël, por nuk është. Nëse dërgoni 10 astronaut, statistikisht një prej tyre do të zhvillojë kancer fatal për shkak të rrezatimit. Por kjo nuk është gjëja më e keqe. Rrezatimi kozmik nuk është si rrezatimi që merrni nga një skanim mjekësor. Grimcat kozmike janë bërthama të rënda të atomeve që udhtojnë me shpejtësi afër shpejtësisë së dritës. Kur këto grimca godasin trurin, ato lënë gjurmë të dëmtimit përgjatë rrugës së tyre. Studimet në minë kanë treguar se ekspozimi ndaj rrezatimit kozmik shkakton dëmtim të përhershëm të neuroneve. Mint humbasin aftësinë për të mësuar detyra të reja. Ata bëhen më të shqetësuar, më pak social. Në thelb, truri i tyre plaket më shpejt. Tani imagjinoni një astronaut që mbërrin në Mars pas 7 muajve në hapësirë. Truri i tij tashmë ka pësuar dëmtime. Aftësia e tij për të marrë vendime të shpejta, për të zgjidhur probleme komplekse, është kompromentuar. Dhe ai sapo ka mbërritur, ai duhet të ndërtojë një bazë, ai duhet të mbijetojë në një mjedis armiqësor, ai duhet të funksionojë në nivelin më të lartë, por truri i tij nuk është më i njëjti. Dhe kjo është vetëm fillimi, sepse ndërsa astronauti është në udhëtim, diçka tjetër po ndodh me trupin e tij. Diçka që nuk mund të shihet, por që është po aq shkatërruese. Muskujt e tij po tkurren, kockat e tij po humbasin densitet. Në tokë, graviteti është një stërvitje konstante. Çdo herë që qëndroni në këmbë, çdo herë që ecni, muskujt dhe kockat tuaja punojnë kundër forcës së gravitetit. Kjo i mban ato të forta. Por në hapësirë, kjo forcë zhduket. Trupi juaj nuk ka më nevojë për muskuj të fortë. Dhe kështu, trupi fillon t'i shkatëzojë ato. Studimet në stacionin ndërkombëtar të hapësirës tregojnë se astronautët humbasin rreth 1% të masës së tyre muskulore çdo muaj. Pas 7 muajsh, kjo do të thotë rreth 7%. Por jo të gjithë muskujt humbasin me të njëjtën shpejtësi.
Muskujt e këmbëve që në tokë mbajnë peshën tuaj humbasin më shpejt. Muskujt e zemrës që duhet të pompojnë gjakun kundër gravitetit dobësohen. Kur astronauti mbërrin në Mars, ai ka muskuj si dikush që ka qëndruar në shtrat për muaj të tërë. Dhe tani, ai duhet të ecë në një planet ku graviteti është rreth 38% i tokës. Jo 0, por jo edhe mjaft për ta mbajtur atë të fortë. Kockat janë edhe më keq. Në hapësirë, kockat humbasin rreth 1 deri në 2% të densitetit të tyre çdo muaj. Kjo është 10 herë më shpejt se sa një grua pas menopauzës humb densitet kockash nga osteoporoza. Pas 7 muajsh, kockat e astronautit janë bërë të brishta. Rreziku i tyjerjeve është i lartë. Dhe në Mars, ku nuk ka spitale, ku mjetet mjekësore janë të kufizuara, një tyjerje mund të jetë fatale. Por le të themi se astronauti mbijetoi udhëtimin. Le të themi se ai mbërriti në Mars me tru të dëmtuar dhe trup të dobësuar, por ende gjallë. Tani ai duhet të jetojë atje. Dhe këtu fillon pjesa më e vështirë. Sepse Marsi nuk është thjesht një vend i largët. Marsi është një mjedis që është projektuar për të vrarë jetën. Atmosfera e Marsit është 100 herë më e hollë se ajo e Tokës. Ajo përbëhet kryesisht nga dioksid karboni. Nuk mund të merrni frym atje, por kjo nuk është problemi kryesor. Problemi kryesor është se kjo atmosferë e hollë nuk ofron pothuajse asnjë mbrojtje nga rrezatimi. Në Tokë, atmosfera jone trash na mbron nga rrezatimi diellor dhe kozmik. Në Mars, kjo mbrojtje nuk ekziston. Çdo ditë në sipërfaqen e Marsit, një astronaut përtit rreth 0.5 deri në 1 milisievert. Kjo tingëllon e vogël, por shtoni këtë për çdo ditë. Pas një viti, kjo është rreth 200 deri në 350 milisievert. Pas 2 viteve, rreth 700 milisievert. Dhe kjo është përveç 600 milisievert që ai tashmë ka marrë gjatë udhëtimit. Tani le të bëjmë llogaritë. Udhëtimi në Mars 600 milisievert. Një vit në Mars 300 milisievert. Udhëtimi i kthimit 600 milisievert. Totali 1500 milisievert. Kjo është 30 herë kufiri vjetor për punëtorët bërthamor. Kjo është një dozë që rrit rrezikun e kancerit me rreth 15 deri në 20%. Kjo është një dozë që shkakton dëmute të përhershme në tru dhe organe të tjera. Por këtu është problemi. NASA e di këtë, ata e kanë ditur për dekada. Në vitin 2013, një raport i brendshëm i NASA-s pranoi se me teknologjinë aktuale nuk mund të mbrojmë astronautët nga rrezatimi në një mision në Mars. Raporti sugjeroi se ndoshta duhet të pranojmë nivele më të larta rrezatimi se sa konsiderohen të sigurta aktualisht. Me fjalë të tjera, duhet të ndryshojmë standardet tona sigurisë për ta bërë misionin të mundur. Duhet të pranojmë se astronautët do të dëmtohen. Duhet të pranojmë se disa prej tyre do të vdesin. Kjo nuk është teori konspirative. Kjo është realitet shkencor. Dhe njerëzit që punojnë në NASA e dinë këtë. Por ata gjithashtu dinë se nëse flasin shumë hapur për këtë, publiku mund të humbas mbështetjen për programin e Marsit. Dhe kështu, ata flasin me kujdes. Ata thonë se po punojnë në zgjidhje. Ata thonë se teknologjia po përparon. Por brenda, ata e dinë të vërtetën. Le të flasim për një zgjidhje të mundshme. Mbrojtja. Nëse mund të ndërtoni një anije hapësinore me mure të trasha që bllokojnë rrezatimin, mund të zvogloni dozën. Por sa të trasha duhet të jenë këto mure? Studimet tregojnë se për të zvogluar rrezatimin me 50% ju nevojiten rreth 10 cm alumin. Por aluminiu është i rëndë. 10 cm alumin rreth një anije hapësinore do të shtonte 10 ton peshë. Dhe çdo kilogram shtesë do të thotë më shumë karburant. Më shumë karburant do të thotë më shumë peshë. Më shumë peshë do të thotë më shumë karburant. Kjo është një cikël që bëhet shpejt i pamundur. Disa shkencëtar kanë sugjeruar përdorimin e ujit si mbrojtje. Uji është i mirë për bllokimin e rrezatimit dhe astronautët tashmë kanë nevojë për ujë. Pse të mos e vendosni ujin në muret e anijes? Kjo është një ide e zgjuar, por ka një problem. Ju nevojitni shumë ujë. Për të arritur të njëjtën mbrojtje si 10 cm alumin, ju nevojitni rreth 20 cm ujë. Kjo është qindra ton ujë. Dhe nëse diçka shpon murin, ju humbasni ujin tuaj. Ju humbasni mbrojtjen tuaj. Ju humbasni jetën tuaj.
Një zgjidhje tjetër është të shkoni më shpejt. Nëse mund të zvogloni kohën e udhëtimit nga 7 muaj në 3 muaj, ju zvogloni dozën e rezatimit me më shumë se gjysmën. Por si ta bëni këtë? Ju nevojitni motor më të fuqishëm, motor bërthamor ndoshta. NASA ka punuar në motor bërthamor që vitet 60, por asnjë nuk është testuar ndonjëherë në hapësirë. Dhe edhe nëse funksionojnë, ato janë të shtrenjta, ato janë komplekse, ato shtojnë rreziqe të reja. Dhe këtu është e vërteta që askush nuk do ta dëgjoj. Ndoshta nuk ka zgjidhje. Ndoshta fizika thjesht nuk na lejon të bëjmë këtë në mënyrë të sigurt. Ndoshta çmimi i shkuarjes në Mars është të pranosh se disa njerëz do të vdesin. Jo sepse bëm gabime, jo sepse nuk ishim mjaft të kujdesshëm, por sepse universi nuk është projektuar për jetën. Sepse hapësira është armiqësore. Sepse ne jemi krijesa të brishta që përpiqen të mbijetojnë në një mjedis që nuk na do. Por le të themi se e pranojmë këtë. Le të themi se gjejmë astronaut që janë të gatshëm të shkojnë duke ditur se mund të mos kthehen. Le të themi se ndërtojmë anijen, e lëshojmë atë dhe ata mbërrin në Mars. Tani ata duhet të jetojnë atje. Dhe këtu hyjmë në problemin tjetër, ushqimi. Një astronaut ka nevojë për rreth 2000 kalori në ditë. Për një vit, kjo është rreth 730.000 kalori. Për 5 astronaut, kjo është 3.650.000 kalori. Nëse dërgoni ushqim nga toka, çdo kilogram kushton rreth 10.000 deri në $20.000 për t'u transportuar. Ushqimi për 5 njerëz për një vit peshon rreth 3 ton. Kjo është 30 deri në $60 milion vetëm për ushqimin. Dhe kjo është për një vit. Nëse ata qëndrojnë për 2 vjet, dyfishoni këtë. Për 5 vjet, 5 fishoni. Zgjidhja e dukshme është të rritni ushqimin në Mars. Por si? Toka në Mars është toksike. Ajo përmban perklorat, kimikate që janë helmuese për njerëzit. Ju duhet ta pastroni tokën para se të mund të rritni diçka në të. Ju nevojitni ujë. Marsi ka ujë, por është i ngrirë në tokë ose në kapakët polar. Ju duhet ta nxirrni, ta shkrini, ta pastroni. Ju nevojitni energji për të bërë të gjitha këto. Ju nevojitni panele diellore ose reaktor bërthamor. Ju nevojitni sera ku mund të kontrolloni temperaturën dhe atmosferën. Ju nevojitni fara, tokë, pleh, dhe edhe nëse arrini ta bëni të gjithë këtë, ka një problem tjetër, koha. Bimet kanë nevojë për kohë për të rritur. Një bim domateje ka nevojë për rreth 3 muaj nga mbjellja deri në korje. Një bim patate ka nevojë për 4 muaj. Nëse diçka shkon keq, nëse korja dështon, astronautët nuk kanë kohë për të provuar përsëri. Ata do të vdesin nga uria para se korja e ardhshme të jetë gati. Në vitin 2015, filmi Marsianin tregoi një astronaut që mbijetoi në Mars duke rritur patate në jashqitje njerëzore. Ishte një histori frymëzuese, por ishte gjithashtu fantazi. Në realitet, rritja e ushqimit në Mars është shumë më e vështirë se sa e bën filmi të duket. Dhe edhe nëse funksionon, kjo nuk zgjidh problemin e proteinave. Bimet japin karbohidrate dhe disa vitamina, por njerëzit kanë nevojë për proteina. Ju nevojitni mish ose bishtajore ose insekte, dhe rritja e kafshëve në Mars është edhe më komplekse se rritja e bimëve. Disa shkencëtar kanë sugjeruar përdorimin e insekteve si burim proteinash. Insektet janë efikase. Ata konvertojnë ushqimin në protein më mirë se kafshët. Ata riprodojnë shpejt, ata nuk kanë nevojë për shumë hapësirë. Por ka një problem. Njerëzit nuk duan të hanë insekte. Dhe edhe nëse e pranojnë, rritja e insekteve në Mars kërkon infrastrukturë, kërkon energji, kërkon kohë. Le të flasim për energjinë. Çdo gjë në Mars kërkon energji. Ngroja e habitatit, prodhimi i oksigjenit, pastrimi i ujit, rritja e ushqimit, ngarkimi i pajisjeve, komunikimi me tokën. Një bazë marsiane me 5 astronaut do të kërkojë rreth 20 deri në 30 kW energji në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është rreth sa një shtëpi e vogël në tokë. Por në Mars, ju nuk mund të lidheni me rrjetin elektrik. Ju duhet ta prodhoni vetë energjinë. Panelet diellore janë një opsion, por Marsi është më larg diellit se toka. Intensiteti i dritës së diellit është rreth 43% i asaj në tokë. Që do të thotë se ju nevojitni më shumë panele dhe Marsi ka stuj i pluhuri që mund të mbullojnë panelet për javë ose muaj.
Gjatë një stuhje pluhuri, prodhimi i energjisë bie me më shumë se 80%. Si do të mbijetojnë astronautët kur nuk ka energji për të ngrohur habitatin ose për të prodhuar oksigjen? Opsioni tjetër është energjia bërthamore. Një reaktor i vogël bërthamor mund të prodhojë energji të qëndrueshme pavarësisht motit. Por reaktorët bërthamor janë të rëndë, ata janë kompleks, ata kërkojnë mirëmbajtje dhe nëse diçka shkon keq, nëse ka një rrjedhje, rrezatimi, astronautët janë në rrezik edhe më të madh. Dhe këtu është diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Çdo sistem në Mars duhet të jetë i besueshëm 100%. Në Tokë, nëse kondicioneri juaj prishet, ju telefononi një riparues. Nëse uji juaj ndërpritet, ju blini ujë të shisheve. Nëse energjia juaj ndalet, ju përdorni një gjenerator. Por në Mars nuk ka riparues, nuk ka dyqane, nuk ka gjenerator rezerv. Nëse diçka prishet, astronautët duhet ta riparojnë vetë. Dhe nëse nuk mund ta riparojnë, ata vdesin. Kjo është arsyeja pse NASA ka kaluar dekada duke testuar sisteme. Kjo është arsyeja pse çdo pajisje që shkon në Mars duhet të jetë testuar mijëra herë. Por edhe me të gjithë këtë testim, gjërat prishen. Në vitin 2008, roveri Phoenix në Mars pati një problem me krahun e tij robotik. Inxhinierët në Tokë punuan për javë për ta riparuar. Ata e riparuan. Por imagjinoni nëse kjo do të kishte qenë një sistem jetësor në një bazë me astronaut. Imagjinoni nëse sistemi i prodhimit të oksigjenit do të kishte prishur. Astronautët do të kishin pasur ditë, jo javë për ta riparuar. Dhe nëse nuk do të kishin mundur, ata do të kishin vdekur. Tani le të flasim për diçka që NASA nuk e diskuton shpesh në konferencat e tyre shtypi. Le të flasim për karburantin. Sepse edhe nëse astronautët mbijetojnë udhëtimin, edhe nëse ndërtojnë një bazë, edhe nëse gjejnë mënyra për të prodhuar ushqim dhe energji, mbetet një pyetje themelore. Si do të kthehen në shtëpi? Përgjigjja e shkurtër është, ndoshta nuk do të kthehen. Për të kuptuar pse, duhet të kuptoni se sa karburant nevojitet për të nisur nga sipërfaqja e Marsit dhe për të kthyer në Tokë. Një anije hapësinore që mund të transportojë 5 astronautë nga Marsi në Tokë nevojit rreth 150 ton karburant. Kjo është për udhëtimin e kthimit, vetëm për kthimin. Tani pyetja bëhet, si e çoni 150 ton karburant në Mars? Ju mund ta dërgoni nga Toka, por për të dërguar 150 ton karburant në Mars, ju nevojitni një raket që mund të transportojë atë peshë. Dhe ajo raket vetë nevojit karburant për të arritur në Mars. Shumë karburant. Për çdo kilogram që dërgoni në Mars, ju nevojitni rreth 10 kg karburant për ta çuar atje. Kjo do të thotë se për të dërguar 150 ton karburant në Mars, ju nevojitni 1500 ton karburant në Tokë. Dhe kjo është vetëm për karburantin. Nuk përfshim peshën e anijes, peshën e sistemeve jetësore, peshën e astronautëve, peshën e ushqimit dhe ujit për udhëtimin. Kur shtoni të gjitha këto, ju përfundoni me një raket që peshon disa mijëra ton dhe kushton $10 miliarda. Për një mision, për 5 njerëz. Kjo është arsyeja pse NASA ka filluar të flasë për një qasje tjetër, prodhimi i karburantit në Mars. Ideja është e thjeshtë në teori. Marsi ka dioksid karboni në atmosferë dhe ujë në Tokë. Nëse mund t'i kombinoni këto me energji, mund të prodhoni metan dhe oksigjen. Metani dhe oksigjeni mund të përdoren si karburant rakete. Kjo quhet prodhimi i karburantit në vendin e destinacionit. Në vitin 2019, kompania SpaceX demonstroi një version të vogël të kësaj teknologjie në Tokë. Ata morën dioksid karboni dhe ujë dhe i kthyen në metan. Funksionoi. Por ka një ndryshim të madh midis demonstrimit të një teknologjie në një laborator në Tokë dhe bërjes së saj të funksionojë në Mars. Në Mars, ju duhet të nxirrni ujë nga toka e ngrirë. Ju duhet ta shkrini, ju duhet ta pastroni, ju duhet të kapni dioksid karboni nga atmosfera e hollë, ju duhet të keni energji të mjaftueshme për të drejtuar të gjithë procesin dhe ju duhet ta bëni këtë në një shkallë që nuk është testuar kurrë. Për të prodhuar 150 ton karburant në Mars, ju nevojitni një uzinë kimike. Kjo uzinë do të peshonte vjetra ton, do të kërkonte megawatt energjie, do të kërkonte vite për të prodhuar mjaft karburant. Dhe këtu është problemi. Kush do ta ndërtojë këtë uzinë?
Nëse e dërgoni para astronautëve, kush do ta instaloj, kush do ta testoj, kush do ta riparoj nëse prishet? Ju mund të dërgoni robot, por robotët janë të ngadalt, ata janë të kufizuar, ata nuk mund të zgjidhin probleme komplekse si njerëzit. Ose ju dërgoni astronautët së pari dhe ata ndërtojnë uzinën. Por kjo do të thotë se astronautët shkojnë në Mars duke ditur se nuk ka karburant për t'u kthyer. Ata shkojnë duke ditur se duhet të kalojnë vite duke ndërtuar një uzinë që ndoshta do të funksionojë. Dhe nëse nuk funksionon, ata mbeten atje për gjithmonë. Kjo nuk është teori konspirative. Kjo është realiteti i planeve aktuale të NASA-s. Në vitin 2017, një raport i brendshëm i NASA-s për arkitekturën e misionit në Mars përshkroi atë që ata e quajtën një qasje me faza. Faza e parë do të dërgonte robot për të ndërtuar infrastrukturë. Faza e dytë do të dërgonte astronaut. Por raporti pranoi se faza e parë do të kërkonte të paktën 10 vjet. Dhe edhe pas 10 vjetësh nuk do të kishte garanci se infrastruktura do të ishte gati. Me fjalë të tjera, astronautët e parë që shkojnë në Mars do të jenë pionierë. Ata do të shkojnë pa një plan të qartë kthimi. Ata do të shkojnë duke ditur se shanset e tyre për t'u kthyer janë të ulta. Dhe NASA e di këtë. Por ata nuk e thon hapur, sepse nëse e thon, publiku mund të pyes, pse po e bëjmë këtë? Pse po rrezikojmë jetë njerëzore për një mision që mund të mos ketë kthim? Le të shohim një provë konkrete. Në vitin 2021, NASA publikoi një dokument teknik me titull Strategjia e prodhimit të karburantit në Mars. Dokumenti ishte 112 faqe të analizave teknike, por në faqen 87 kishte një paragraf që shumica e njerëzve e kalluan pa vëmendje. Paragrafi thoshte: prodhimi i karburantit në Mars për një mision kthimi njerëzor kërkon një nivel besueshmërie që aktualisht nuk është arritur në asnjë sistem hapësinor. Rrezikët e dështimit janë të konsiderueshme. Në skenarët ku prodhimi i karburantit dështon, opsionet për ekuipazhin janë të kufizuara. Leçoni këtë përsëri. Opsionet për ekuipazhin janë të kufizuara. Kjo është mënyra e NASA-s për të thënë, nëse sistemi i karburantit dështon, astronautët nuk mund të kthehen. Ata do të mbeten në Mars derisa furnizimet e tyre të mbarojnë. Pastaj, ata do të vdesin. Kjo nuk është spekulim. Kjo është nga një dokument zyrtar i NASA-s. Por le të themi se sistemi i karburantit funksionon. Le të themi se astronautët arrin të prodhojnë mjaft karburant për udhëtimin e kthimit. Tani ata duhet të nisin nga Marsi. Dhe këtu hyjmë në një problem tjetër që rrallë diskutohet. Nisja nga Marsi është shumë më e vështirë se sa duket. Në tokë, kur një raket niset, ajo ka mbështetjen e një infrastrukture masive. Ka rampa nisjeje të ndërtuara me beton dhe qelik. Ka sisteme të kontrollit të temperaturës për karburantin. Ka ekipe të tëra inxhinierësh që monitorojnë çdo aspekt të nisjes. Dhe edhe me të gjithë këtë, raketat ndonjëherë shpërthejnë. Në Mars nuk do të ketë asnjë nga këto. Astronautët do të duhet të ndërtojnë një rampë nisjeje me burime të kufizuara. Ata do të duhet të mbushin raketën me karburant që sapo e prodhuan. Ata do të duhet të kontrollojnë çdo sistem vetë. Dhe pastaj, ata do të duhet të besojnë se gjithçka do të funksionojë në përpikri. Nëse diçka shkon keq gjatë nisjes, nuk ka plan rezervë. Nëse motori dështon, nëse ka një rrjedhje karburanti, nëse sistemi i navigimit prishet, astronautët vdesin. Jo në hapësirë, por në sipërfaqen e Marsit. Duke parë raketën e tyre të vetme, shpërtej ose të rrëzohet. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Çdo dështim në Mars është fatal. Në tokë kemi sisteme rezervë, kemi ekipe shpëtimi, kemi spitale. Në Mars nuk ka asgjë. Një gabim i vogël bëhet një katastrofë. Në vitin 2005, roveri Spirit në Mars mbeti i bllokuar në rër. Inxhinierët në tokë punuan për muaj për ta liruar. Ata provuan qindra strategji të ndryshme. Në fund, roveri nuk u lirua kurrë. Ai vdiq atje, i bllokuar në rër. Tani imagjinoni nëse kjo do të kishte qenë një rover me astronaut. Imagjinoni nëse ata do të kishin qenë duke udhëtuar në sipërfaqen e Marsit dhe do të ishin bllokuar. Sa kohë do të kishin para se oksigjeni të mbaronte? Sa kohë para se energjia të mbaronte? Sa kohë para se të vdisnin? Kjo është realiteti i Marsit. Çdo lëvizje është një rrezik. Çdo vendim mund të jetë i fundit.
Por le të kthehemi te karburanti, sepse ka një aspekt tjetër të kësaj historie që është edhe më shqetësues. Edhe nëse astronautët arrin të prodhojnë karburant, edhe nëse arrin të nisin nga Marsi, edhe nëse arrin të fillojnë udhëtimin e kthimit, ata ende duhet të mbijetojnë 7 muaj të tjerë në hapësirë. Dhe kujtoni, trupi i tyre tashmë është dëmtuar nga udhëtimi i parë. Trupi i tyre tashmë ka pësuar nga rezatimi, nga humbja e masës muskulore, nga humbja e densitetit të kockave. Tani ata duhet të përballojnë të njëjtën gjë përsëri. Studimet e NASA-s tregojnë se pas një viti në hapësirë, astronautët humbasin rreth 20% të masës së tyre muskulore. Kockat e tyre humbasin rreth 10 deri në 15% të densitetit. Shikimi i tyre përkeqësohet për shkak të presionit të ndryshuar të lëngjeve në trup. Sistemi i tyre imunitar dobësohet, dhe kjo është në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, ku ata kanë pajisje mjekësore, ku ata mund të komunikojnë me mjekët në tokë në kohë reale, ku ata mund të kthehen në tokë brenda disa orëve nëse ka një emergjencë. Në udhëtimin e kthimit nga Marsi, astronautët nuk do të kenë asnjë nga këto. Ata do të jenë vetëm. Nëse dikush se muret nuk ka mjek, nëse dikush lëndohet nuk ka kirurg, nëse dikush vdes, trupi i tij do të mbetet në anije për muaj derisa të arrijë në tokë. Dhe këtu është diçka që rrallë diskutohet. Çfarë ndodh me psikologjinë e astronautëve? Imagjinoni se jeni në një anije të vogël hapësinore me 4 njerëz të tjerë. Ju jeni në një udhëtim 7 mujor. Ju nuk mund të dilni jashtë, ju nuk mund të shihni asgjë përveç errësirës së hapësirës. Ju e dini se nëse diçka shkon keq, ju do të vdisni. Ju e dini se familja juaj është në një planet që është 10 milion kilometra larg. Sa kohë do të kalonte para se të fillonit të humbisni shpresën? Sa kohë para se të fillonit të bëheni të depresionuar? Sa kohë para se të fillonit të urreni njerëzit përreth jush? NASA ka kryer studime psikologjike për misionet e gjata hapësinore. Ata kanë gjetur se edhe astronautët më të trajnuar, më të disiplinuar, fillojnë të kenë probleme pas disa muajsh. Ata bëhen irritues, ata bëhen të tërhequr, ata fillojnë të kenë konflikte me antarët e tjerë të ekuipazhit. Në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, kjo menaxhohet me komunikim të rregullt me tokën, me rotacion të ekuipazheve, me aktivitete rekreative. Por në një mision në Mars, këto opsione nuk ekzistojnë. Komunikimi me tokën ka një vonesë prej 10 deri në 20 minutash në një drejtim, që do të thotë se një bisede thjesht kërkon 20 deri në 40 minuta për një shkëmbim. Ju nuk mund të keni një bisedë normale. Ju nuk mund të merrni mbështetje emocionale në kohë reale. Dhe nuk ka rotacion ekuipazhi. Ju jeni ngulitur me të njëjtët njerëz për vite. Nëse dikush bëhet i dhunshëm, nëse dikush bëhet psikotik, çfarë bëni? Nuk mund ta dërgoni në shtëpi. Nuk mund ta izoloni në një vend tjetër. Ju jeni në një hapësirë të vogël së bashku. Në vitin 2010, një eksperiment i quajtur Mars 500 simuloi një mision në Mars duke mbyllur 6 vullnetar në një modull të izoluar për 520 ditë. Ata nuk ishin në hapësirë, ata ishin në mosk, por ata jetonin sikur të ishin në një mision në Mars. Pas disa muajsh, Filluan problemet. një antar i ekuipazhit u bë shumë i tërhequr. Një tjetër filloi të ketë konflikte të vazhdueshme me të tjerët. Në një moment, 2 antarë të ekuipazhit pothuajse u përplasën fizikisht. Dhe kjo ishte në tokë, ku ata e dinin se mund të dilnin nëse dëshironin. Imagjinoni të njëjtën situatë në hapësirë, ku nuk ka dalje. NASA e di se kjo është një problem. Ata kanë punuar në strategji për të menaxhuar shëndetin mendor të astronautëve, por e vërteta është se askush nuk e di se si do të reagojnë njerëzit ndaj një misioni kaq të gjatë, kaq të izoluar, kaq të rrezikshëm. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. NASA nuk mund ta testojë këtë plotësisht. Ata mund të bëjnë simulime, ata mund të bëjnë studime psikologjike, por asgjë nuk mund të replikojë plotësisht përvojën e të qenit në hapësirë për vite, duke ditur se çdo gabim mund të jetë fatal. Kjo do të thotë se astronautët e parë që shkojnë në Mars do të jenë subjekte eksperimentale. Ata do të jenë të parët që përjetojnë këtë, dhe askush nuk e di se çfarë do të ndodhë me ta. Tani le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese. Çfarë ndodh kur astronautët kthehen në tokë? Le të themi se gjithçka shkon mirë.
Le të themi se astronautët mbijetojnë udhëtimin në Mars, mbijetojnë qëndrimin në Mars, mbijetojnë udhëtimin e kthimit. Tani ata janë në orbitën e Tokës, ata janë gati të zbresin, por trupi i tyre nuk është gati. Pas 2 vjetësh në gravitet të ulët, trupi i tyre është përshtatur me një mjedis pa gravitet. Muskujt e tyre janë të kurrur, kockat e tyre janë dobësuar. Zemra e tyre është zvogluar sepse nuk ka pasur nevojë të pompojë gjak kundër gravitetit. Tani ata duhet të kthehen në një mjedis me gravitet normal, dhe trupi i tyre nuk është gati për këtë. Kur astronautët kthehen nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës pas 6 muajsh, ata nuk mund të ecin. Ata duhet të mbahen nga njerëz, ata duhet të ulen në karrige me rrota. Kërkon javë para se të mund të ecin normalisht përsëri, dhe kjo është pas 6 muajsh. Imagjinoni pas 2 vjetësh, imagjinoni pas 3 vjetësh. Studimet e NASA-s tregojnë se sa më gjatë të qëndroni në hapësirë, aq më e vështirë është rikuperimi. Pas 1 viti, disa ndryshime në trup mund të jenë të përhershme. Kockat mund të mos rikuperojnë kur densitetin e tyre të plot. Muskujt mund të mos rikuperojnë kur forcën e tyre të plot. Dhe kjo është vetëm dëmtimi fizik. Dëmtimi nga rezatimi është edhe më i keq. Kujtoni, astronautët kanë marrë rreth 1500 milisievert rezatim gjatë misionit. Kjo dozë rrit rrezikun e kancerit me rreth 15 deri në 20%. Kjo do të thotë se nga 5 astronaut, statistikisht 1 do të zhvillojë kancer fatal. Por kjo nuk ndodh menjëherë. Kanceri zhvillohet ngadalë, mund të kalojnë 10 vjet, 20 vjet para se të shfaqet. Kjo do të thotë se astronautët kthehen në Tokë duke u ndier si heronj. Ata marrin medalje, ata japin intervista, ata shkruajnë libra, dhe pastaj, 10 vjet më vonë, njëri prej tyre diagnostikohet me leukemi. 15 vjet më vonë, një tjetër diagnostikohet me kancer të mushkrive. 20 vjet më vonë, një tjetër vdes nga një tumor në tru. Dhe NASA do të thotë, ne nuk mund të provojmë se kjo ishte nga rezatimi. Kanceri mund të ketë pasur shkaqe të tjera, por statistikat nuk gënjejnë. Nëse dërgoni 100 astronaut në Mars, rreth 20 prej tyre do të vdesin nga kanceri që lidhet me rezatimin. Kjo është çmimi i eksplorimit. Kjo është çmimi që NASA nuk e diskuton hapur. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Pse po e bëjmë këtë? Pse po rrezikojmë jetë njerëzore për të shkuar në një planet që është armiqësor ndaj jetës? Pse po shpenzojmë miliarda dollar për një mision që mund të mos ketë kthim? Përgjigjja zyrtare është se ne po eksplorojmë. Ne po zgjerojmë horizontet e njerëzimit. Ne po kërkojmë përgjigje për pyetje të mëdha. A ka jetë në Mars? A mund të bëhet Marsi i banueshëm? A mund të bëhemi një specie shumë planetare? Këto janë pyetje të rëndësishme, por a justifikojnë ato vdekjen e njerëzve? Disa njerëz thonë po. Ata thonë se eksplorimi gjithmonë ka pasur rreziqe. Ata thonë se pa rrezik nuk ka përparim. Ata thonë se astronautët e dinë rreziqet dhe i pranojnë ato. Dhe kjo është e vërtetë. Astronautët janë vullnetar. Ata e dinë se po hyjnë në një mision të rrezikshëm. Ata janë të gatshëm të vdesin për shkencën, për eksplorimin, për njerëzimin. Por a është e drejtë të pranojmë sakrifikën e tyre kur e dim se shanset e mbijetesës janë kaq të ulta? Kjo është një pyetje etike që shoqëria jonë nuk e ka diskutuar mjaftueshëm. Ne flasim për lavdinë e shkuarjes në Mars, ne flasim për arritjet teknologjike, por ne nuk flasim për faktin se njerëzit do të vdesin. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. NASA nuk po fsheh këtë me dashje. Ata nuk po gënjejnë, por ata po zgjedhin me kujdes fjalët e tyre. Ata po theksojnë aspektet pozitive dhe po minimizojnë rreziqet. Kur NASA flet për misionin në Mars, ata flasin për zbulime shkencore, ata flasin për frymëzimin e gjeneratave të reja, ata flasin për bashkëpunimin ndërkombëtar. Të gjitha këto janë të vërteta, por ata nuk flasin shumë për faktin se astronautët mund të mos kthehen. Ata nuk flasin shumë për faktin se edhe nëse kthehen, ata mund të jenë të dëmtuar përgjithmonë. Ata nuk flasin shumë për faktin se disa prej tyre do të vdesin nga kanceri vite më vonë. Pse? Sepse nëse flasin shumë hapur për këto gjëra, publiku mund të humbas mbështetjen. Politikanët mund të ndërpresin financimin, misioni mund të anulohet.
Dhe NASA beson se misioni është shumë i rëndësishëm për t'u anuluar. Ata besojnë se përfitimet e shkuarjes në Mars te i kalojnë rreziqet. Ata besojnë se njerëzimi duhet të bëhet një specie shumë planetare për të mbijetuar në afat të gjatë. Por a është kjo e vërtet? A është Marsi vërtet shpresa jonë për të ardhmen? Le të shohim faktet. Marsi është një shkretëtirë e ftohtë, e thatë, me një atmosferë toksike dhe rrezatim vdekjeprurës. Edhe nëse arrin të ndërtojnë një bazë atje, ajo do të jetë një mjedis artificial, i mbyllur, i varur nga furnizimet nga toka. Kjo nuk është një koloni e vërtet. Kjo është një stacion kërkimor. Dhe një stacion kërkimor që kushton miliarda dollar dhe rrezikon jetë njerëzore. Disa njerëz argumentojnë se ne duhet të fillojmë diku. Ata thonë se edhe nëse Marsi nuk është ideale, ai është hapi i parë drejt bërjes së njerëzimit shumë planetar. Ata thonë se duke mësuar të jetojmë në Mars, ne do të mësojmë aftësitë që na nevojiten për të jetuar në vende të tjera. Por kjo logjik ka një problem. Marsi është aq i vështirë për të banuar sa çdo vend tjetër në sistemin diellor është edhe më i keq. Nëse nuk mund ta bëjmë Marsin të banueshëm, si mund të shpresojmë të bëjmë vende të tjera të banueshme? Dhe këtu është e vërteta që askush nuk do ta dëgjojë. Ndoshta nuk duhet të shkojmë në Mars. Ndoshta duhet të përqendrohemi në mbrojtjen e planetit që tashmë kemi. Toka është e vetmja vend në univers që e dim se mund të mbështesë jetën. Ajo ka ajër të freskët, ujë të pastër, një klimë të qëndrueshme, një fushë magnetike mbrojtëse. Ajo është perfekte për jetën. Por ne po e shkatërrojmë. Ne po ndotim ajrin, ne po ndotim ujin, ne po ngrojim klimën, ne po shkatërrojmë ekosistemet. Dhe në vend që të përqendrohemi në zgjidhjen e këtyre problemeve, ne po ndërrojmë për të shkuar në një planet që është 1 milion herë më armiqësor se Toka në ditën e saj më të keqe. Kjo nuk ka kuptim. Nëse shpenzojmë miliarda dollar për të bërë Marsin të banueshëm, pse të mos i shpenzojmë ato miliarda për të mbajtur Tokën të banueshme? Por kjo është një pyetje që NASA nuk mund ta përgjigjet, sepse NASA është një agjenci hapësinore. Misioni i tyre është të eksplorojnë hapësirën. Ata nuk janë përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit në Tokë. Dhe kështu, ne vazhdojmë të planifikojmë misione në Mars. Ne vazhdojmë të ndërtojmë raketa. Ne vazhdojmë të trajnojmë astronaut. Dhe ne vazhdojmë të injorojmë faktin se disa prej këtyre astronautëve nuk do të ktehen. Kjo është e vërteta që NASA e di, por nuk e thot hapur. Kjo është plani fatal që fshihet pas retorikës së eksplorimit dhe zbulimit. Dhe tani ju e dini edhe ju. Dhe tani, le të flasim për diçka që është edhe më shqetësuese se rrezatimi, se izolimi, se çdo rrezik tjetër që kemi diskutuar deri tani. Le të flasim për diçka që NASA nuk e përmend kurrë në konferencat e tyre për shtyp. Le të flasim për kohën. Jo kohën si një koncept abstrakt, jo kohën si diçka që matim me orë, por kohën si një forcë fizike që ndryshon gjithçka që e prek. Kohën si një armik të heshtur që vepron çdo sekond, çdo minutë, çdo orë që astronautët janë larg Tokës. Imagjinoni këtë. Ju jeni në një anije hapësinore. Ju jeni në udhëtim drejt Marsit. Çdo ditë që kalon, trupi juaj po ndryshon. Jo sepse jeni të smur, jo sepse keni bërë diçka gabim, por sepse fizika e universit po vepron mbi ju. Ditën e parë, ju ndjeni se diçka është gabim. Lëngjet në trupin tuaj po lvizin lart. Në Tokë, graviteti i mban ato poshtë, por në hapësirë nuk ka poshtë. Lëngjet shpërndahen në mënyrë të barabartë. Fytyra juaj fryhet, këmbët tuaja hollojnë. Ju dukeni si dikush tjetër. Ditën e vjet, ju filloni të humbisni masë muskulore. Muskujt tuaj janë ndërtuar për të punuar kundër gravitetit, por në hapësirë nuk ka gravitet. Muskujt tuaj nuk kanë nevojë të jenë të fortë. Dhe kështu, trupi juaj fillon t'i shkatërrojë ata. Çdo ditë ju humbisni rreth 1 deri në 2% të masës suaj muskulare. Ditën e 20, ju filloni të humbisni densitet kockash. Kockat tuaja janë inde të gjalla. Ato rinovohen vazhdimisht. Qelizat e vjetra shkatërrohen, qelizat e reja ndërtohen. Por në hapësirë, ekuilibri prishet. Shkatërrimi vazhdon, por ndërtimi ngadalsohet. Çdo muaj ju humbisni rreth 1 deri në 2% të densitetit të kockave tuaja. Ditën e 30, ju filloni të kuptoni se kjo nuk është e përkohshme. Kjo nuk është diçka që do të kalojë kur të mësojeni. Kjo është një proces i vazhdueshëm. Çdo ditë që kaloni në hapësirë,
trupi juaj po bëhet më i dobët. Tani shumëzoni këtë me 7 muaj, shumëzoni me 100 e 200 ditë. Kjo është koha që nevojitet për të arritur në Mars. Dhe në fund të këtyre 100 e 200 ditëve, trupi juaj ka humbur rreth 20 deri në 30% të masës muskulare. Ju keni humbur rreth 10 deri në 15% të densitetit të kockave. Ju jeni një version më i dobët i vetes suaj. Por kjo është vetëm fillimi. Sepse tani, ju duhet të zbrisni në Mars. Ju duhet të ecni në një mjedis me gravitet. Jo gravitet të plotë si në tokë, por 38% të gravitetit të tokës. Dhe trupi juaj, që është dobësuar nga muaj në hapësirë, duhet të përshtatet përsëri. Këtu është një eksperiment mendor. Imagjinoni se keni qëndruar në shtrat për 7 muaj. Ju nuk keni ecur, ju nuk keni ngritur asgjë. Muskujt tuaj janë të kurur, kockat tuaja janë dobësuar. Tani dikush ju thot, qohu dhe ec. Çfarë do të ndodh? Ju do të bini. Këmbët tuaja nuk do të mund t'ju mbajnë. Muskujt tuaja nuk do të kenë forcën. Kockat tuaja mund të thyhen nga pesha e trupit tuaj. Kjo është ajo që ndodh me astronautët kur arrin në Mars. Ata kanë qenë në një mjedis pa gravitet për muaj. Tani ata duhet të funksionojnë në një mjedis me gravitet, dhe trupi i tyre nuk është gati. NASA e di këtë. Ata kanë studiuar efektet e fluturimit hapësinor të gjatë për dekada. Ata e dim se astronautët që kthehen nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës pas 6 muajsh kanë nevojë për javë për të rikuperuar. Ata e din se disa ndryshime janë të përhershme. Por këtu është problemi. Stacioni ndërkombëtar i hapësirës është në orbitën e Tokës. Nëse diçka shkon keq, astronautët mund të kthehen në Tokë brenda disa orëve. Ata mund të marrin ndihmë mjekësore, ata mund të fillojnë rikuperimin. Por në Mars nuk ka kthim të shpejtë. Nëse diçka shkon keq, astronautët janë vetëm. Dhe nëse trupi i tyre nuk mund të përshtatet me graviteti e Marsit, nëse muskujt e tyre janë shumë të dobët, nëse kockat e tyre janë shumë të brishta, ata nuk mund të funksionojnë. Ata nuk mund të kryejnë misionin, ata nuk mund të mbijetojnë. Dhe këtu është diçka që është edhe më shqetësuese. Koha në Mars nuk ndalet. Çdo ditë që astronautët kalojnë në Mars, trupi i tyre vazhdon të ndryshojë. Graviteti i Marsit është më i ulët se ai i Tokës. Kjo do të thotë se humbja e masës muskulore vazhdon. Humbja e densitetit të kockave vazhdon, por më ngadalë se në hapësirë. Le të bëjmë llogaritë. 7 muaj në hapësirë, humbje e 20 deri në 30% e masës muskulore. Një vit në Mars me gravitet të ulët, humbje shtesë vjet deri në 15%. 7 muaj udhtim kthimi. Humbje shtesë 20 deri në 30%. Totali, humbje e 50 deri në 75% e masës muskulare origjinale. Kjo do thotë se kur astronautët kthehen në Tokë, ata kanë vetëm 25 deri në 50% të forcës që kishin kur u nisën. Kjo nuk është një humbje e vogël. Kjo nuk është diçka që mund të rikuperohet lehtësisht. Kjo është një ndryshim thelbësor në trupin njerëzor. Dhe askush nuk e di nëse është plotësisht e ktyeshme. Studimet e NASA-s tregojnë se disa astronautë që kanë kaluar kohë të gjatë në hapësirë nuk rikuperojnë kurrë plotësisht. Kockat e tyre mbeten më të brishta, maskujt e tyre mbeten më të dobët. Ata kanë rrezik më të lartë për tyjerje, për probleme kardiovaskulare, për sëmundje të tjera. Por këtu është diçka që NASA nuk e thot hapur. Ne nuk kemi të dhëna për misione që zgjasin më shumë se një vit. Rekordi aktual për kohën më të gjatë në hapësirë është 438 ditë, vendosur nga kozmonauti rus Valeri Polyakov në vitet 90. Ai mbijetoi, ai u rikuperua, por ai gjithashtu pati probleme shëndetësore që vazhduan për vite. Dhe një mision në Mars do të zgjasë më shumë se 438 ditë. Do të zgjasë rreth 250 ditë në udhtim, rreth 500 ditë në Mars, rreth 250 ditë në udhtimin e kthimit. Totali rreth 1000 ditë. Gati 3 vjet. Askush nuk ka qëndruar kurrë në hapësirë për 3 vjet. Askush nuk e di se çfarë do t'i ndodh trupit njerëzor pas 3 vjetësh në gravitet të ulët. Ne mund të hamensojmë bazuar në të dhënat që kemi, por këto janë vetëm hamensime. Dhe këtu është e vërteta që NASA nuk mund ta shpreh hapur, astronautët e parë që shkojnë në Mars do të jenë subjekte eksperimentale. Ata do të jenë të parët që përjetojnë këta.
dhe ne nuk e dim nëse do të mbijetojnë. Tani le të flasim për një aspekt tjetër të kohës, kohën psikologjike. Koha që kalon në një mjedis të izoluar, të mbyllur, larg çdo gjëje që njihni. Imagjinoni se jeni në një dhomë të vogël. Kjo dhomë ka gjithçka që ju nevojitet për të mbijetuar: ushqim, ujë, ajër, një shtrat, por ju nuk mund të dilni. Ju jeni ngulitur atje për 3 vjet. Çdo ditë është e njëjtë. Ju zgjoheni, hani, punoni, Flini. Ju shihni të njëjtët njerëz, ju bëni të njëjta gjëra, nuk ka ndryshim, nuk ka surpriza, nuk ka asgjë të re. Sa kohë do të zgjasni para se të filloni të humbisni mendjen? Studimet psikologjike tregojnë se njerëzit kanë nevojë për stimulim, ata kanë nevojë për ndryshim, ata kanë nevojë për kontakt social me njerëz të ndryshëm. Pa këto gjëra, shëndeti mendor fillon të përkeqësohet. Simptomat fillojnë me gjëra të vogla: irritim, vështirësi në përqendrim, probleme me gjumin, por me kalimin e kohës simptomat përkeqësohen: depresion, ankth, halucinacione, në raste ekstreme, psikozë. Dhe në një mision në Mars nuk ka terapi, nuk ka psikiatër, nuk ka ilaçe të mjaftueshme për të trajtuar probleme serioze mendore. Nëse një astronaut fillon të ketë probleme psikologjike, Opsionet janë të kufizuara. NASA ka zhvilluar protokolle për të menaxhuar shëndetin mendor në hapësirë. Ata kanë trajnuar astronautat në teknika të vetëndihmës. Ata kanë krijuar programe për të mbajtur moralin e lartë, por të gjitha këto janë masa parandaluese. Ata nuk mund të trajtojnë një krizë të vërtet mendore. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Koha në hapësirë nuk është si koha në tokë. Në tokë, nëse keni një ditë të keqe, ju mund të shkoni në një park, ju mund të takoni një mik, ju mund të ndryshoni mjedisin tuaj, por në hapësirë, ju jeni ngulitur në të njëjtin mjedis, çdo ditë, për vite. Imagjinoni se jeni në muajin e 6 të misionit. Ju jeni ende në udhëtim drejt Marsit. Ju keni ende 5 muaj para se të arrini. Ju keni qenë në të njëjtën anije me të njëjtët njerëz për 6 muaj. Ju keni bërë të njëjtën rutinë çdo ditë. Ju keni parë të njëjtat fytyra, dëgjuar të njëjtat zëra, ngrënë të njëjtin ushqim. Dhe pastaj, diçka e vogël shkon keq. Ndoshta një pajisje prishet, ndoshta dikush thot diçka që ju irriton, ndoshta thjesht keni një ditë të keqe. Në tokë, kjo do të ishte një gjë e vogël. Ju do ta kapërceninit. Por në hapësirë kjo mund të shkallëzohet, sepse nuk ka largjim, nuk ka hapësirë personale, nuk ka mënyrë për t'u larguar nga burimi i stresit. Dhe nëse kjo shkallëzohet, nëse konflikti bëhet i dunshëm, çfarë ndodh? Nuk mund ta dërgoni dikën në shtëpi, nuk mund ta izoloni në një vend tjetër. Ju jeni në një hapësirë të vogël së bashku. Dhe ju duhet të gjeni një mënyrë për të bashkëjetuar. NASA e di se kjo është një rrezik. Ata kanë studiuar dinamikën e grupit në mjediset e izoluara. Ata kanë zhvilluar teknika për të parandaluar dhe zgjidhur konfliktet. Por e vërteta është se askush nuk e di se si do të reagojnë njerëzit në një situatë kaq ekstreme. Dhe këtu është diçka që është edhe më shqetësuese. Koha në Mars nuk do të jetë më e lehtë. Kur astronautët arrin në Mars, ata do të kenë më shumë hapësirë. Ata do të kenë më shumë gjëra për të bërë. Por ata gjithashtu do të kenë më shumë stres. Ata do të duhet të ndërtojnë habitatin. Ata do të duhet të riparojnë pajisjet. Ata do të duhet të rrisin ushqimin. Ata do të duhet të kryejnë eksperimente shkencore. Ata do të duhet të menaxhojnë emergjenca. Dhe ata do ta bëjnë të gjithë këtë duke ditur se çdo gabim mund të jetë fatal. Kjo është një nivel stresi që shumica e njerëzve nuk mund ta imagjinojnë. Dhe ata do ta përjetojnë këtë për vite. Tani le të flasim për një aspekt tjetër të kohës. Kohën që nevojitet për të marrë vendime. Në tokë, nëse keni një emergjencë, ju mund të telefononi për ndihmë, ju mund të merrni këshilla nga ekspert, ju mund të merrni vendime të informuara. Por në Mars, komunikimi me tokën ka një vonesë. Kur Marsi është më afër tokës, vonesa është rreth 4 minuta në një drejtim. Kur Marsi është më larg, vonesa është rreth 22 minuta në një drejtim. Kjo do të thotë se një shkëmbim i thjesht mesazhesh mund të marrë 8 deri në 44 minuta. Imagjinoni se keni një emergjencë, diçka ka shkuar keq. Ju nevojitni ndihmë. Ju dërgoni një mesazh në tokë, pastaj ju prisni.
4 deri në 22 minuta për mesazhin të arrijë. Pastaj ekspertët në tokë duhet të analizojnë problemin. Kjo mund të marrë minuta ose orë. Pastaj ata dërgojnë një përgjigje. 4 deri në 22 minuta të tjera për përgjigjen të arrijë. Totali të paktën 8 deri në 44 minuta, por më realisht orë. Dhe në një emergjencë, orët mund të jenë shumë vonë. Kjo do të thotë se astronautët në Mars duhet të jenë të aftë të marrin vendime të shpejta pa ndihmë nga toka. Ata duhet të jenë ekspert në çdo aspekt të misionit. Ata duhet të jenë të aftë të riparojnë çdo pajisje, të zgjidhin çdo problem, të menaxhojnë çdo emergjencë. Por askush nuk mund të jetë ekspert në gjithçka. Dhe nën stres njerëzit bëjnë gabime. Ata harrojnë gjëra. Ata keqgjykojnë situata. Ata marrin vendime të këqija. Dhe në Mars, një vendim i keq mund të jetë fatal. NASA e di këtë. Ata kanë trajnuar astronautët për të menaxhuar emergjenca. Ata kanë krijuar procedura për çdo situatë të mundshme. Por e vërteta është se ju nuk mund të planifikoni për gjithçka. Do të ketë situata që askush nuk i ka parashikuar. Do të ketë probleme që askush nuk i ka zgjidhur më parë. Dhe kur ato situata ndodhin, astronautët do të jenë vetëm. Tani le të flasim për një aspekt tjetër të kohës. Kohën që nevojitet për të rikuperuar nga dëmtimet. Në tokë, nëse lëndoheni, ju mund të shkoni në spital. Ju mund të merrni trajtim mjekësor. Ju mund të rikuperoheni. Por në Mars nuk ka spital. Nuk ka kirurg. Nuk ka pajisje mjekësore të avancuara. Nëse diçka shkon keq, astronautët duhet të mbështeten në aftësitë e tyre dhe në furnizimet e kufizuara që kanë. Imagjinoni se një astronaut fyen një kockë. Në tokë, kjo do të ishte një lëndim serioz, por i menaxhueshëm. Ju do të shkonit në spital, do të bënit një reze X, do të vendosnit një allçi, do të merrnit ilaçe për dhimbjen. Pas disa javësh, kocka do të shërohej. Por në Mars, gjërat janë më komplekse. Së pari, astronautët nuk kanë pajisje të sofistikuara për reze X. Ata kanë pajisje të thjeshta portative që japin imazhe me cilësi të ulët. Kjo do të thotë se ata mund të mos jenë në gjendje të diagnostikojnë saktësisht lëndimin. Së dyti, vendosja e një allçi në gravitet të ulët është e vështirë. Allçit janë projektuar për të funksionuar në gravitet normal. Në gravitet të ulët, ato nuk mbajnë kockën në vend po aq mirë. Së treti, shërimi i kockave në gravitet të ulët është më i ngadaltë. Studimet tregojnë se kockat shërohen rreth 30 deri në 50% më ngadalë në hapësirë se në tokë. Kjo do të thotë se një thyerje që do të shërohej në 6 javë në tokë mund të marrë 9 deri në 12 javë në Mars. Dhe gjatë kësaj kohe, astronauti nuk mund të punojë plotësisht. Ata nuk mund të kryejnë detyra fizike. Ata janë një barë për ekuipazhin. Por kjo është vetëm për një lëndim të thjeshtë. Çfarë ndodh nëse diçka më serioze shkon keq? Çfarë ndodh nëse dikush ka një apendicitis? Çfarë ndodh nëse dikush ka një sulm në zemër? Në tokë, këto janë emergjenca që kërkojnë kirurgji të menjëhershme. Por në Mars nuk ka kirurg. Nuk ka salla operacioni. Nuk ka pajisje për të kryer kirurgji komplekse. NASA ka trajnuar disa astronautë në procedura mjekësore bazë. Ata mund të kryejnë procedura të thjeshta, por ata nuk janë kirurg. Ata nuk mund të kryejnë operacione komplekse. Dhe këtu është e vërteta që askush nuk do ta dëgjojë. Nëse një astronaut ka një emergjencë mjekësore serioze në Mars, shanset e mbijetesës janë shumë të ulta. Ata mund të vdesin jo sepse lëndimi është domosdoshmërisht fatal, por sepse nuk ka trajtim të disponueshëm. Kjo është një realitet që NASA nuk e diskuton hapur, por është një realitet që çdo astronaut që shkon në Mars duhet ta pranojë. Tani le të flasim për një aspekt final të kohës. Kohën që nevojitet për të kthyer. Kur astronautët janë gati të largohen nga Marsi, ata duhet të presin për dritaren e duhur të nisjes. Marsi dhe Toka lëvizin në orbita të ndryshme rreth Diellit. Kjo do të thotë se distanca midis tyre ndryshon vazhdimisht. Ka vetëm një dritare të shkurtër çdo 26 muaj kur planetet janë të pozicionuar në mënyrë optimale për një udhtim kthimi. Nëse astronautët e humbasin këtë dritare, ata duhet të presin 26 muaj të tjerë. Imagjinoni se diçka shkon keq. Imagjinoni se një astronaut është sëmurë rënd. Ata kanë nevojë të kthehen në tokë për trajtim, por dritarja e nisjes është mbyllur. Ata duhet të presin 26 muaj. 26 muaj është shumë kohë.
Është kohë e mjaftueshme për një sëmundje të përkeqësohet. Është kohë e mjaftueshme për dikë të vdes. Dhe këtu është diçka që është edhe më shqetësuese. Çfarë ndodh nëse raketa e kthimit nuk funksionon? Çfarë ndodh nëse ka një problem teknik që e bën të pamundur nisjen? Në tokë, nëse një raket ka një problem, ju e riparoni atë. Ju sillni pjesë zëvendësuese. Ju sillni ekspert. Por në Mars nuk ka pjesë zëvendësuese. Nuk ka ekspert. Astronautët duhet ta riparojnë vetë, dhe nëse nuk mund ta riparojnë, ata janë ngulitur në Mars. Përgjithmonë. Kjo nuk është një skenar hipotetik, kjo është një mundësi reale që NASA duhet ta planifikojë. Dhe e vërteta është se nuk ka plan rezervë. Nëse raketa e kthimit dështon, astronautët do të vdesin në Mars. Ata do të kenë ushqim për disa vjet. Ata do të kenë ujë për disa vjet, por përfundimisht furnizimet do të mbarojnë. Dhe kur furnizimet mbarojnë, ata do të vdesin. Kjo është e vërteta që NASA e di, por nuk e thot hapur. Kjo është plani fatal që fshihet pas retorikës së eksplorimit dhe zbulimit. Dhe tani ne kemi arritur në pikën ku duhet të pyesim: a vlen? A vlen rreziku? A vlen sakrifica? Disa njerëz do të thonë po. Ata do të thonë se eksplorimi gjithmonë ka pasur rreziqe. Ata do të thonë se pa rrezik nuk ka përparim. Ata do të thonë se njerëzimi duhet të shtrihet përtej tokës për të mbijetuar. Por këtu është pyetja që duhet ta bëjmë. Apo e bëjmë këtë për shkencën, apo po e bëjmë për lavdin? Apo e bëjmë për të mësuar, apo po e bëjmë për të provuar se mund ta bëjmë? Sepse nëse po e bëjmë vetëm për të provuar se mund ta bëjmë, atëherë po rrezikojmë jetë njerëzore për asgjë. Po dërgojmë njerëz në vdekje për një flamur. Po sakrifikojmë astronaut për një titull. Dhe kjo nuk është e drejtë. Por nëse po e bëjmë për shkencën, atëherë duhet të jemi të sinqert për rreziqet. Duhet t'u themi njerëzve të vërtetën. Duhet të pranojmë se disa astronaut nuk do të kthehen. Duhet të pranojmë se disa prej tyre do të vdesin. Dhe pastaj duhet të pyesim: a është shkenca që do të mësojmë mjaftueshme për të justifikuar këtë sakrificë? Kjo është një pyetje që çdo shoqëri duhet ta përgjigjet për vete. Kjo është një pyetje që nuk ka një përgjigje të thjeshtë, por ajo që është e qartë është kjo: koha po rrjedh. Çdo ditë që kalon, ne po afrohemi më afër misionit të parë njerëzor në Mars. Çdo ditë që kalon, ne po afrohemi më afër momentit kur do të duhet të marrim këtë vendim. Dhe kur ai moment vjen, ne duhet të jemi gati. Ne duhet të kemi diskutuar këto pyetje. Ne duhet të kemi kuptuar rreziqet. Ne duhet të kemi vendosur si shoqëri nëse jemi të gatshëm të pranojmë sakrifikën. Sepse nëse nuk jemi të gatshëm, atëherë nuk duhet të shkojmë. Dhe nëse jemi të gatshëm, atëherë duhet të jemi të sinqert për atë që po bëjmë. Ne po dërgojmë njerëz në një mision që disa prej tyre nuk do ta mbijetojnë. Ne po dërgojmë njerëz në një vend që është armiqësor ndaj jetës. Ne po dërgojmë njerëz në panjohur, dhe ata po shkojnë duke ditur se mund të mos kthehen. Kjo është e vërteta. Kjo është realiteti. Kjo është çmimi i eksplorimit. Dhe tani ju e dini. Dhe tani, le të flasim për diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë plotësisht. Të gjitha këto rreziqe që sapo diskutuam, të gjitha këto sfida, të gjitha këto probleme, ato nuk janë thjesht vështirësi teknike që mund të zgjidhen me më shumë para ose më shumë kohë. Ato janë kufizime themelore të fizikës. Ato janë mure që universi i ka ndërtuar rreth nesh. Dhe këtu është pika ku duhet të jemi plotësisht të sinqertë. Disa nga këto mure mund të mos tyhen kurrë. Le të fillojmë me rrezatimin. Ne kemi folur për dozat, për rreziqet, për pasojat. Por le të shohim se çfarë po përpiqemi të bëjmë në të vërtetë. Ne po përpiqemi të mbrojmë qeliza biologjike nga grinca që lëvizin me shpejtësi afër asaj të dritës. Këto grimca kanë aq shumë energji sa ato kalojnë nëpër çdo gjë. Ato kalojnë nëpër metale, ato kalojnë nëpër ujë, ato kalojnë nëpër beton dhe sigurisht ato kalojnë nëpër mish njerëzor. Kur një grincë kozmike godet një qelizë, ajo nuk thjesht e dëmton atë. Ajo krijon një shpërtim të vogël në nivel atomik. Ajo copton molekulat e ADN-s. Ajo krijon radikale të lira që dëmtojnë qelizat përreth. Dhe trupi ynë nuk ka evoluar për të riparuar këtë lloj dëmtimi, sepse në tokë ne nuk i hasim kurrë këto nivele rrezatimi. Atmosfera jon, fusha jon magnetike, ato na mbrojnë.
Ato kanë na mbrojtur për miliona vjet dhe kështu, trupi ynë nuk ka mekanizma për të përballuar atë që ndodh në hapësirë. Disa shkencëtar kanë sugjeruar se ndoshta mund të zhvillojmë ilaçe që ndihmojnë trupin të riparojë dëmtimin nga rezatimi. Kjo është një ide interesante, por këtu është problemi. Ne nuk e kuptojmë plotësisht se si funksionon rezatimi kozmik në nivel biologjik. Ne e dim se shkakton dëmtime, ne e dim se rrit rrezikun e kancerit, por mekanizmat e sakta, mënyra se si grincat ndërveprojnë me qelizat, mënyra se si trupi përpiqet të riparojë dëmtimin, të gjitha këto janë ende fusha aktive kërkimi. Kjo do të thotë se ne po përpiqemi të zhvillojmë zgjidhje për një problem që nuk e kuptojmë plotësisht. Është si të përpiqesh të riparosh një makinë, pa e ditur se si funksionon motori. Mund të bësh disa gjëra që duken se ndihmojnë, por nuk e di nëse po e riparosh vërtet problemin, apo thjesht po e fsheh atë. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Edhe nëse zhvillojmë ilaçe që ndihmojnë, ato nuk do të eliminojnë rrezikun. Ato mund ta zvogëllojnë atë. Ato mund ta bëjnë më të menaxhueshëm. Por fizika themelore nuk ndryshon. Grimcat kozmike do të vazhdojnë të godasin trupin, ADN-ja do të vazhdojë të dëmtohet. Rreziku do të vazhdojë të ekzistojë. Tani le të flasim për gravitetin. Ne kemi folur për atrofinë e muskujve, për humbjen e densitetit të kockave, për problemet kardiovaskulare. Por le të shohim se çfarë po ndodh në të vërtetë në nivel fundamental. Trupi ynë është projektuar për të funksionuar në një gravitet. Çdo qelizë, çdo organ, çdo sistem në trupin ton ka evoluar për të funksionuar në një forcë konstante, graviteti. Kjo forcë formon se si rrjedh gjaku, kjo forcë formon se si funksionojnë muskujt, kjo forcë formon se si ndërtohen kockat. Kur e hiqni këtë forcë, trupi nuk e di se çfarë të bëjë. Ai fillon të ndryshojë, ai fillon të përshtatet me mjedisin e ri, por këto përshtatje nuk janë të mira. Ato janë dëmtime. Muskujt të kurren sepse trupi mendon se nuk i nevojiten më. Kockat dobësohen sepse trupi mendon se nuk ka nevojë për strukturë të fortë. Zemra zvogëllohet sepse nuk ka nevojë të pompojë gjak kundër gravitetit. Dhe këtu është problemi. Këto ndryshime ndodhin shpejt. Brenda ditëve astronautët fillojnë të humbasin masë muskulore. Brenda javësh ata fillojnë të humbasin densitet kockash. Brenda muajsh, sistemi i tyre kardiovaskular fillon të ndryshojë. Dhe sa më gjatë të qëndrojnë në gravitet të ulët, aq më të thella bëhen këto ndryshime. Ne kemi provuar të luftojmë këtë me ushtrime. Astronautët në stacionin ndërkombëtar të hapësirës ushtrojnë 2 orë në ditë. Ata përdorin pajisje të veçanta që simulojnë ngarkesën e gravitetit. Ata bëjnë ushtrime rezistance për të mbajtur muskujt. Ata bëjnë ushtrime kardiovaskulare për të mbajtur zemrën të fortë. Por edhe me të gjithë këtë ushtrim, ata ende humbasin masë muskulore, ata ende humbasin densitet kockash, ata ende kanë probleme kur kthehen në tokë. Pse? Sepse ushtrimet nuk mund të zëvendësojnë plotësisht gravitetin. Graviteti është një forcë konstante që vepron në çdo qelizë të trupit tuaj 24 orë në ditë. Ushtrimet janë një forcë e përkohshme që vepron vetëm në disa muskuj për disa orë në ditë. Nuk është e njëjta gjë. Disa shkencëtar kanë sugjeruar se ndoshta mund të krijojmë gravitet artificial në anijen hapësinore. Kjo është një ide që kemi parë në filma shkencor fantastik. Ju rrotulloni anijen dhe forca centrifugale krijon një ndjenjë graviteti. Në teori, kjo funksionon, por në praktik ka probleme të mëdha. Së pari, për të krijuar gravitet artificial që ndihet si graviteti i tokës, ju nevojitni një anije shumë të madhe që rrotullohet me një shpejtësi specifike. Sa më e vogël të jetë anija, aq më shpejt duhet të rrotullohet. Dhe nëse rrotullohet shumë shpejt, kjo krijon probleme të tjera. Koka juaj dhe këmbët tuaja do të përjetojnë nivele të ndryshme graviteti. Kjo mund të shkaktojë marrje mendsh, të përzjera, dezorientim. Së dyti, ndërtimi i një anijeje kaq të madhe që rrotullohet është jashtëzakonisht kompleks. Ju nevojitni struktura të forta që mund të përballojnë forcat. Ju nevojitni sisteme që mund të funksionojnë në një mjedis rrotullues. Ju nevojitni mënyra për të hyrë dhe dalë nga seksionet rrotulluese. Të gjitha këto shtojnë peshë, kompleksitet, kosto. Dhe këtu është e vërteta. Askush nuk ka ndërtuar kur një anije hapësinore me gravitet artificial. Askush nuk e ka testuar kur në hapësirë. Ne nuk e dim nëse do të funksionojë.
Ne nuk e dim nëse do të zgjidh problemet që po përpiqemi të zgjidhim. Ne thjesht shpresojmë se do të funksionojë. Por le të themi se funksionon. Le të themi se ndërtojmë një anije me gravitet artificial dhe e dërgojmë në Mars. Astronautët arrin në Mars dhe zbresin në sipërfaqe. Tani ata janë në gravitetin e Marsit, që është 38% e gravitetit të Tokës. Kjo është më shumë se 0 gravitet, por është ende shumë më pak se sa janë mësuar trupat e tyre. Çfarë ndodh? Trupi i tyre fillon të përshtatet përsëri. Maskujt fillojnë të ndryshojnë. Kockat fillojnë të ndryshojnë. Sistemi kardiovaskular fillon të ndryshojë. Dhe kur kthehen në tokë, ata duhet të përshtaten përsëri me gravitetin e plot. Trupi i tyre kalon nëpër 3 nivele të ndryshme graviteti. Graviteti i tokës, 0 gravitet ose gravitet artificial, graviteti i Marsit dhe pastaj përsëri graviteti i tokës. Çdo ndryshim shkakton stres. Çdo ndryshim shkakton dëmtime. Dhe këtu është pyetja që askush nuk po e bën. A është trupi njerëzor i projektuar për të përballuar këtë? A mund të përballojmë këto ndryshime të vazhdueshme në gravitet pa pasojë afatgjata? Ne nuk e dim, sepse askush nuk e ka bërë kurrë. Astronautët që kanë qenë në hapësirë kanë qenë atje për muaj, jo vite, dhe ata kanë kthyer në gravitetin e Tokës, jo në gravitetin e Marsit. Kjo do të thotë se astronautët e parë që shkojnë në Mars do të jenë eksperimente. Ne do të mësojmë duke i vëzhguar ata. Ne do të mësojmë duke parë se çfarë ndodh trupave të tyre. Ne do të mësojmë duke numëruar se sa prej tyre mbijetojnë. Tani le të flasim për diçka që është edhe më themelore. Ajrin. Ne kemi folur për sistemet e prodhimit të oksigjenit, për rreziqet e dështimit, për kompleksitetin e mirëmbajtjes. Por le të shohim se çfarë po përpiqemi të bëjmë në të vërtetë. Ne po përpiqemi të krijojmë një atmosferë të freskët në një vend që nuk ka atmosferë të freskët. Ne po përpiqemi të mbajmë njerëzit gjallë në një mjedis që është projektuar për t'i vrarë ata. Atmosfera e Marsit është 95% dioksid karboni. Ajo është aq e hollë sa presioni është vetëm 6% e presionit në tokë. Nëse një njeri do të dilte në sipërfaqen e Marsit pa kostum hapësinor, do të ndodhte kjo. Së pari, ajri në mushkëritë e tyre do të zgjerohej shpejt për shkak të presionit të ulët. Kjo do të shkaktonte dëmtime të rënda në mushkëri. Së dyti, uji në trupin e tyre do të fillonte të vlonte për shkak të presionit të ulët. Kjo do të shkaktonte ëndje masive. Së treti, mungesa e oksigjenit do të shkaktonte humbje të vetëdijes brenda 15 sekondash. Dhe brenda 1 deri në 2 minutash, ata do të vdisnin. Kjo është sa armiqësore është atmosfera e Marsit. Dhe ne po përpiqemi të krijojmë një flusk të vogël ajri të freskët brenda kësaj armiqësie. Po përpiqemi të mbajmë këtë flusk të mbyllur, të presionizuar, të sigurt. Dhe po përpiqemi ta bëjmë këtë për vite. Çdo mulli në habitat është një pikë dështimi. Çdo bashkim është një pikë dështimi. Çdo derë është një pikë dështimi. Dhe nëse ndonjë nga këto pika dështon, ajri fillon të rrjedh jashtë, presioni fillon të bjerë, dhe astronautët kanë minuta për ta riparuar problemin para se të jetë shumë vonë. Ne kemi folur për sistemet rezerv, por këtu është e vërteta. Sistemet rezerv funksionojnë vetëm nëse problemi është i vogël dhe i izoluar. Nëse ka një rrjedhje të madhe, nëse ka dëmtime strukturore, nëse ka një shpërtim, sistemet rezerv nuk do të jenë të mjaftueshme. Astronautët do të kenë nevojë të riparojnë dëmtimin menjëherë, dhe nëse nuk mund ta riparojnë, ata do të vdesin. Imagjinoni këtë skenar. Një meteorit i vogël godet habitatin. Ai krijon një vrim në mur. Ajri fillon të rrjedh jashtë. Alarmi bie. Astronautët kanë disa minuta për të gjetur vrimën dhe për ta mbyllur atë. Por habitati është i madh, ka dhoma të shumta. Vrima mund të jetë kudo. Dhe ndërsa ata kërkojnë, presioni vazhdon të bjerë. Oksigjeni vazhdon të rrjedh jashtë. Koha po mbaron. Ata gjejnë vrimën. Ata përpiqen ta mbyllin me një copë, por copëza nuk ngjitet mirë sepse muri është i ftohtë. Ata përpiqen të përdorin një lak të veçantë, por laku ka nevojë për kohë për të ngurtësuar dhe ata nuk kanë kohë. Presioni vazhdon të bjerë. Tani ata janë duke u munduar të marrin frymë. Tani ata janë duke u marrë mendsh. Tani ata janë duke humbur vetdijen. Kjo nuk është fantazi. Kjo është një skenar që NASA ka simuluar.
Kjo është një skenar që astronautët janë trajnuar për ta menaxhuar. Por trajnimi në tokë nuk është i njëjtë me realitetin në Mars. Në tokë, nëse diçka shkon keq, ju mund të ndaloni simulimin. Ju mund të merrni ndihmë. Ju mund të mbijetoni. Por në Mars nuk ka ndalim, nuk ka ndihmë, nuk ka mbijetesë nëse dështoni. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Çdo ditë në Mars, astronautët do të jetojnë me këtë realitet. Çdo ditë, ata do të dinë se një gabim i vogël mund t'i vrasë. Çdo ditë, ata do të kontrollojnë sistemet, do të kërkojnë probleme, do të riparojnë dëmtime të vogla para se të bëhen të mëdha. Çdo ditë, ata do të jetojnë në skajin e mbijetesës. Kjo është një lloj stresi që shumica e njerëzve nuk mund ta imagjinojnë. Kjo është një lloj stresi që mund të thojë edhe njerëzit më të fortë. Dhe ata do ta përjetojnë këtë për vite. Tani le të flasim për diçka që është edhe më themelore se ajri. Ujin. Ne kemi folur për sistemet e riciklimit, për kompleksitetin, për rreziqet e dështimit. Por le të shohim se çfarë po përpiqemi të bëjmë. Ne po përpiqemi të krijojmë një cikël të mbyllur uji në një vend ku nuk ka ujë të lëngshëm. Ne po përpiqemi të riciklojmë çdo pikë, çdo molekul, sepse nuk ka zvendësim. Në tokë, Cikli i ujit është i thjeshtë. uji avullon nga oqeanet. Ai formon re, ai bie si shi, ai rrjedh në lumenj, ai kthehet në oqeane. Kjo është një cikël natyror që ka funksionuar për miliarda vjet dhe ne nuk duhet të bëjmë asgjë. Natyra e bën për ne. Por në Mars, ne duhet ta krijojmë këtë cikël artificialisht. Ne duhet të mbledhim ujin e përdorur, ne duhet ta filtrojmë, ne duhet ta pastronim, ne duhet ta kthejmë në ujë të pishëm, dhe ne duhet ta bëjmë këtë me një efikasitet 100%, sepse çdo pikë që humbasim është një pikë që nuk mund ta zvendësojmë. Por asnjë sistem nuk është 100% efikas. Çdo sistem humbet pak ujë, ndoshta 1%, ndoshta 2%. Kjo t'i ngelon e vogël, por shtoni këtë për çdo ditë. Pas një viti, ju keni humbur qindra litra ujë. Pas 2 vjetësh, mijëra litra, dhe nuk ka mënyrë për ta zvendësuar atë. Disa njerëz thonë, Por Marsi ka ujë. ka akull në tokë, ka akull në kapakët polar. Pse të mos e përdorim atë? Kjo është e vërtet, Marsi ka ujë. Por nxjerrja e tij, shkrirja e tij, pastrimi i tij, të gjitha këto kërkojnë energji, shumë energji. Dhe ne kemi folur tashmë për sfidat e prodhimit të energjisë në Mars, por le të themi se e bëjmë. Le të themi se ndërtojmë një sistem që nxjerr akull nga toka, e shkrir, e pastron dhe e kthen në ujë të pishëm. Ky sistem do të jetë kompleks. Do të ketë pompa, ngrohës, filtra, sensor. Dhe çdo pjesë e këtij sistemi është një pikë dështimi. Nëse pompa prishet, nuk ka ujë. Nëse ngrohësi prishet, nuk ka ujë. Nëse filtri bllokohet, nuk ka ujë. Dhe këtu është problemi. Astronautët nuk mund të jetojnë pa ujë. Një njeri mund të jetojë pa ushqim për javë, por pa ujë ju vdisni brenda ditësh. Që do të thotë se sistemi i ujit duhet të funksionojë gjithmonë, nuk ka hapësirë për dështim, nuk ka kohë për riparime të gjata. Imagjinoni se sistemi i ujit prishet. Astronautët kanë ujë rezervë për disa ditë. Ata fillojnë të punojnë për ta riparuar sistemin, por pjesa që ka prishur nuk është në inventar. Ata duhet të improvizojnë një riparim. Ata duhet të përdorin pjesë nga sistemet e tjera. Ata duhet të shpresojmë se riparimi do të funksionojë. Dhe ndërsa ata punojnë, uji rezervë po mbarohet. Ditë pas dite, niveli po bie, dhe ata e dinë se nëse nuk e riparojnë në kohë, ata do të vdesin nga etja. Kjo nuk është një skenar hipotetik. Kjo është një realitet që astronautët duhet ta pranojnë. Dhe kjo është një realitet që NASA nuk e diskuton hapur, sepse është shumë e frikshme. Tani le të flasim për diçka që lidh të gjitha këto sfida së bashku. Faktin se ne po përpiqemi të mbajmë njerëzit gjallë në një vend që është projektuar për t'i vrarë ata. Çdo aspekt i Marsit është armiqësor. Temperatura, atmosfera, rrezatimi, graviteti, mungesa e ujit, mungesa e ushqimit, mungesa e ajrit, çdo gjë. Dhe ne po përpiqemi të krijojmë një flusk të vogël sigurie brenda kësaj armiqësie. Po përpiqemi të ndërtojmë një vend ku njerëzit mund të jetojnë, të punojnë, të mbijetojnë. Por kjo flusk është e brisht.
Ajo varet nga sisteme që mund të dështojnë. Ajo varet nga pajisje që mund të prishen. Ajo varet nga njerëz që mund të bëjnë gabime. Dhe këtu është e vërteta, që askush nuk do ta dëgjoj. Ndoshta ne nuk jemi të projektuar për të jetuar në Mars. Ndoshta trupi ynë, mendja jon, biologjia jon, të gjitha janë të përshtatura për tokën dhe vetëm për tokën. Ndoshta po përpiqemi të bëjmë diçka që natyra nuk na ka projektuar për ta bërë. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të provojmë. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të eksplorojmë. Por kjo do të thotë se duhet të jemi të sinqert për atë që po bëjmë. Ne po sfidojmë kufijtë e biologjisë njerëzore. Ne po testojmë se sa larg mund të shkojmë, sa shumë mund të përballojmë, sa gjatë mund të mbijetojmë. Dhe disa nga ne nuk do ta bëjnë. Disa do të dështojnë, disa do të vdesin. Jo sepse nuk ishin mjaft të fortë, jo sepse nuk ishin mjaft të zgjuar, por sepse po përpiqeshin të bënin diçka që ndoshta është përtej kufive të asaj që jemi si specie. Dhe këtu është pyetja që duhet ta bëjmë. Nëse e dim këtë, nëse e kuptojmë këtë, a duhet ende të shkojmë? A duhet të dërgojmë njerëz në një mision që mund t'i vras vetëm për të parë nëse mund ta bëjmë? Disa njerëz do të thonë po. Ata do të thonë se kjo është natyra e eksplorimit. Ata do të thonë se gjithmonë ka pasur rreziqe. Ata do të thonë se pa rrezik nuk ka zbulim. Dhe ka të vërtet në këtë. Çdo eksplorim i madh në histori ka pasur rreziqe. Çdo zbulim i madh ka kushtuar jetë. Por këtu është ndryshimi. Në të kaluarën, eksploruesi nuk e dinte saktësisht se sa i rrezikshëm ishte udhëtimi. Kolumbi nuk e dinte se çfarë do të gjente në oqean. Shackletoni nuk e dinte se sa i vështirë do të ishte Antarktiku. Ata po shkonin në panjohur. Por ne e dim saktësisht sa i rrezikshëm është Marsi. Ne e kemi studiuar për dekada. Ne kemi dërguar rovera, ne kemi dërguar satelit. Ne kemi matur rrezatimin, temperaturën, atmosferën. Ne e dim çfarë pret astronautët. Dhe ne e dim se disa prej tyre nuk do të ktehen. Kjo do të thotë se ne nuk po dërgojmë njerëz në panjohur. Ne po i dërgojmë në një vend që e dim se është vdekje prurës. Ne po i dërgojmë duke ditur se disa do të vdesin. Dhe kjo ngre një pyetje etike që është shumë më komplekse se çdo gjë që eksploruesi i kaluar ka përballuar. A është e drejtë të dërgosh dikën në vdekje edhe nëse ai është vullnetar? A është e drejtë të pranosh sakrifikën e tyre kur e di se shanset e mbijetesës janë kaq të ulta? A është e drejtë të vazhdosh me një mision që e di se do të vras njerëz? Këto janë pyetje që ne si shoqëri duhet t'i përgjigjem. Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që nuk mund t'i shmangim, sepse koha po rrjedh. Çdo vit ne po afrohemi më afër misionit të parë njerëzor në Mars. Çdo vit teknologjia po përparon. Çdo vit plani po bëhet më konkret. Dhe së shpejti ne do të arrijmë në pikën ku duhet të vendosim. A e bëjmë këtë apo jo? Dhe kur ai moment vjen, ne duhet të jemi gati. Ne duhet të kemi diskutuar këto pyetje. Ne duhet të kemi kuptuar rreziqet. Ne duhet të kemi vendosur si shoqëri nëse jemi të gatshëm të pranojmë çmimin. Sepse çmimi është real. Çmimi është i lartë. Çmimi është i matur në jetë njerëzore. Dhe tani, le të flasim për diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Kur NASA flet për misionin në Mars, ata flasin për shkencën që do të bëjmë. Ata flasin për zbulime që do të bëjmë. Ata flasin për pyetje që do të përgjigjen. Por këtu është e vërteta. Shumica e shkencës që duam ta bëjmë në Mars mund të bëhet me robot. Roverat mund të mbledhin mostra, ata mund të kryejnë eksperimente. Ata mund të eksplorojnë terren, dhe ata e bëjnë këtë pa rrezikuar jetë njerëzore. Ata nuk kanë nevojë për ajër, ata nuk kanë nevojë për ujë, ata nuk kanë nevojë për ushqim. Ata nuk dëmtohen nga rrezatimi. Ata nuk vuajnë nga graviteti i ulët. Sigurisht, robotët kanë kufizime. Ata nuk janë aq fleksibël sa njerëzit. Ata nuk mund të marrin vendime komplekse aq shpejt. Ata nuk mund të përshtaten me situata të papritura po aq mirë. Por teknologjia po përparon. Çdo vit, robotët po bëhen më të zgjuar, më të aftë, më autonom. Kjo ngre një pyetje. Nëse mund të bëjmë shumicën e shkencës me robot, pse po rrezikojmë jetë njerëzore? Pse po dërgojmë astronaut kur mund të dërgojmë makineri? Përgjigjja që NASA jep është se njerëzit mund të bëjnë gjëra që robotët nuk mund. Njerëzit mund të marrin vendime të shpejta.
Njerëzit mund të përshtaten me situata të reja. Njerëzit mund të kryejnë eksperimente komplekse që kërkojnë gjykim dhe intuicion. Dhe kjo është e vërtet. Por a është e mjaftueshme për të justifikuar rrezikun? A është aftësia për të marrë vendime pak më shpejt e mjaftueshme për të rrezikuar jetë njerëzore? A është aftësia për të kryer eksperimente pak më komplekse e mjaftueshme për të pranuar se disa astronautë do të vdesin? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë, dhe këto janë pyetje që NASA nuk i bën hapur, sepse përgjigjet mund të mos jenë ato që ata duan të dëgjojnë. Por le të themi se vendosim se po, ja vlen. Le të themi se vendosim se përfitimet e dërgjimit të njerëzve në Mars te i kalojnë rreziqet. Le të themi se pranojmë se disa astronautë do të vdesin, por besojmë se sakrifica e tyre është e justifikuar. Çfarë ndodh pastaj? Pastaj duhet të jemi plotësisht të sinqert me astronautët. Duhet t'u themi atyre të vërtetën e plot, jo vetëm statistikat, jo vetëm rreziqet abstrakte, por realitetin konkret të asaj që mund të ndodh. Duhet t'u themi: ju mund të vdisni nga rrezatimi, ju mund të vdisni nga një dështim sistemi, ju mund të vdisni nga një aksident, ju mund të vdisni nga një sëmundje që nuk mund të trajtohet, ju mund të vdisni nga uria nëse korja dështon, ju mund të vdisni nga etja nëse sistemi ju i të prishet, ju mund të vdisni nga mungesa e oksigjenit nëse ka një rrjedhje, ju mund të vdisni nga Mars, larg shtëpisë, larg familjes, larg gjithë çkaje që njihni. Dhe edhe nëse mbijetoni, ju mund të ktheheni të dëmtuar përgjithmonë. Ju mund të zhvilloni kancer vite më vonë. Ju mund të mos rikuperoni kurrë forcën tuaj të plot. Ju mund të vuani nga probleme shëndetësore për pjesën tjetër të jetës suaj. Kjo është e vërteta. Kjo është realiteti. Dhe çdo astronaut që shkon në Mars duhet ta di këtë. Ata duhet ta pranojnë këtë. Ata duhet të jenë të gatshëm të vdesin. Dhe këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Edhe kur u themi të vërtetën, edhe kur jemi plotësisht të sinqert, do të ketë njerëz që janë të gatshëm të shkojnë. Do të ketë njerëz që besojnë se ja vlen. Do të ketë njerëz që janë të gatshëm të sakrifikojnë jetën e tyre për shkencën, për eksplorimin, për njerëzimin. Dhe kjo është e mahniqme. Kjo është e admirueshme. Kjo është diçka që duhet ta respektojmë. Por kjo gjithashtu ngre një pyetje. A duhet ta pranojmë sakrifikën e tyre? Sepse këtu është diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Vetëm sepse dikush është i gatshëm të vdes për një shkak, nuk do të thotë se duhet ta lejojmë. Vetëm sepse dikush është vullnetar, nuk do të thotë se është etike ta dërgojmë në vdekje. Ne kemi standarde etike për një arsye. Ne kemi rregulla për mbrojtjen e njerëzve për një arsye. Dhe këto rregulla ekzistojnë edhe kur njerëzit janë vullnetar. Për shembull, ne nuk lejojmë eksperimente mjekësore që kanë një rrezik shumë të lartë vdekjeje, edhe nëse subjektet janë vullnetar. Ne nuk lejojmë njerëzit të shesin organet e tyre, edhe nëse janë të gatshëm. Ne kemi vendosur si shoqëri se ka kufi për atë që mund të lejojmë, edhe me pëlqim. Kështu që pyetja bëhet: a duhet misioni në Mars të jetë brenda këtyre kufive? A duhet të lejojmë një mision që e dim se do të vras njerëz edhe nëse ata janë vullnetar? Kjo është një pyetje që ne si shoqëri duhet ta përgjigjem. Dhe kjo është një pyetje që nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Por këtu është diçka që duhet ta kuptoni. Pavarësisht se si e përgjigjen këtë pyetje, e vërteta nuk ndryshon. E vërteta është se Marsi është armiqësor. E vërteta është se misioni është i rrezikshëm. E vërteta është se disa astronautë nuk do të kthehen. Dhe kjo e vërtet ekziston pavarësisht nga ajo që vendosim të bëjmë. Ajo ekziston pavarësisht nga ajo që NASA thot. Ajo ekziston pavarësisht nga ajo që ne shpresojmë. Sepse në fund të fundit, ne nuk po luftojmë kundër politikës. Ne nuk po luftojmë kundër burokracisë. Ne nuk po luftojmë kundër mungesës së financimit. Ne po luftojmë kundër fizikës. Ne po luftojmë kundër biologjisë. Ne po luftojmë kundër natyrës së vetë universit. Dhe universi nuk negocioj. Universi nuk bën kompromise. Universi nuk i intereson nëse ne duam të shkojmë në Mars. Ai thjesht ekziston, me ligjet e tij, me kufizimet e tij, me rreziqet e tij. Dhe ne duhet të vendosim: a pranojmë këto kufizime apo po përpiqemi ti të i kalojmë ato? A pranojmë se disa gjëra janë shumë të rrezikshme apo po vazhdojmë pavarësisht? Kjo është zgjedhja që përballemi. Kjo është vendimi që duhet të marrim.
dhe koha për ta marrë këtë vendim po afrohet shpejt. Sepse rakatat po ndërtohen, astronautët po trajnohen, plani po përparon, dhe së shpejti ne do të arrim në pikën ku nuk ka kthim mbrapa. Dhe kur arrim në atë pikë, ne duhet të jemi të sigurt se e kemi bërë zgjedhjen e duhur. Ne duhet të jemi të sigurt se kemi kuptuar rreziqet. Ne duhet të jemi të sigurt se jemi të gatshëm të pranojmë pasojat, sepse pasojat janë reale. Pasojat janë të përhershme. Pasojat janë të matura në jetë njerëzore. Dhe tani ju e dini, tani ju kuptoni. Tani ju shihni të vërtetën që NASA e di, por nuk e thot hapur. Astronautët e parë që shkojnë në Mars mund të mos ktehen. Jo sepse diçka shkon keq, jo sepse bëjmë gabime, por sepse Marsi është armiqësor, sepse fizika është e pamëshirshme, sepse universi nuk është projektuar për jetën, dhe ne po dërgojmë njerëz atje pavarësisht. Kjo është e vërteta, kjo është realiteti. Kjo është plani fatal që fshihet pas retorikës së eksplorimit dhe zbulimit. Dhe tani pyetja është, çfarë do të bëjmë me këtë njohuri? Dhe tani pyetja është, çfarë do të bëjmë me këtë njohuri? Kjo pyetje nuk është retorike. Ajo nuk është filozofike në kuptimin abstrakt. Ajo është praktike, urgjente dhe drejt për drejt, sepse njohuria pa veprim është vetëm peshë. Dhe njohuria pa kuptim është vetëm informacion. Por para se të flasim për atë që duhet të bëjmë, duhet të kuptojmë diçka më të thellë. Duhet të kuptojmë pse e bëjmë këtë. Pse njerëzimi si specie ka gjithmonë shtrirë duart drejt horizontit? Pse ne, krijesat e brishta që jemi, kemi gjithmonë dashur të shkojmë atje ku nuk duhet të shkojmë? Imagjinoni një laborator në Houston, Texas, në vitin 2022. Një shkencëtare e quajtur Sarah Johnson ishte ulur para një ekrani kompjuteri duke analizuar të dhëna nga roveri Perseverance. Ajo kishte punuar për 10 vjet për të arritur në këtë moment. 10 vjet studimesh, eksperimentesh, dështimesh dhe suksesesh. Dhe tani, para saj, kishte diçka që askush nuk e kishte parë kurrë. Shenja kimike që mund të tregonin praninë e jetës mikrobike në Mars, miliarda vjet më parë. Ajo nuk foli, ajo nuk bërtiti, ajo thjesht u ndall dhe shikoi ekranin. Dhe pastaj, me duar që i dridheshin pak, ajo filloi të shkruante raportin e saj. Sepse kjo ishte arsyeja. Kjo ishte pse ia vlente. Jo për lavdin, jo për flamurin, por për atë moment kur njerëzimi do të mësonte se nuk ishte vetëm në univers. Kjo është natyra e eksplorimit, kjo është natyra e shkencës, dhe kjo është natyra e njeriut. Por edhe kjo njohuri, edhe ky moment i mahnitshëm nuk e ndryshon fizikën, nuk e ndryshon biologjin, nuk e ndryshon faktin se Marsi është armiqësor dhe se njerëzit që shkojnë atje do të paguajnë një çmim. Dhe kështu ne arrim në zemrën e çështjes. Në pikën ku shkenca takohet me filozofin, ku faktet takohen me vlerat, ku e vërteta takohet me zgjedhjen. Çfarë nuk dim, kjo është pyetja që duhet ta bëjmë tani. Jo çfarë dim, por çfarë nuk dim. Sepse ajo që nuk dim është po aq e rëndësishme sa ajo që dim, ndoshta edhe më e rëndësishme. Ne nuk dim nëse trupi njerëzor mund të përshtatet me Mars në mënyra që nuk i kemi parashikuar. Evolucioni është një proces i mahnitshëm. Ai ka prodhuar krijesat më të papritura, më të adaptuara, më të qëndrueshme. Njerëzit kanë mbijetuar në mjedise ekstreme në tokë, nga Arktiku deri në shkretëtirat e nxehta, nga lartësitë e mëdha deri në thellësitë e oqeanit. Ndoshta trupi njerëzor ka kapacitete që nuk i kemi zbuluar ende. Ndoshta ka mekanizma biologjik që mund të aktivizohen në kushte ekstreme. Ndoshta gjenetika jon fsheh surpriza që shkenca nuk i ka zbuluar ende. Por ndoshta jo. Ndoshta kufizimet janë absolute. Ndoshta fizika dhe biologjia janë të pamëshirshme. Dhe kjo është diçka që nuk e dim me siguri. Ne nuk dim nëse teknologjia do të përparojë mjaftueshëm para se të dërgojmë njerëz. Çdo dekadë teknologjia bën hapa gjigant. Gjëra që ishin të pamundura para 20 vjetësh janë sot të zakonshme. Inteligjenca artificiale, materialet e reja, sistemet e propulsionit, mbrojtja nga rrezatimi, provimi i ushqimit, mjekësia hapësinore.
Të gjitha këto fusha po përparojnë me shpejtësi. Ndoshta, brenda 10 ose 20 vjetësh, do të kemi zgjidhje për problemet që sot duken të pasgjithshme. Ndoshta do të gjejmë mënyra për të mbrojtur astronautët nga rrezatimi. Ndoshta do të zhvillojmë motor që e bajnë udhëtimin shumë më të shpejtë. Ndoshta do të krijojmë sisteme biologjike që mund të prodhojnë ushqim dhe oksigjen me efikasitet të lartë. Por ndoshta jo. Ndoshta disa probleme janë thjesht shumë të vështira. Ndoshta fizika vendos kufi që teknologjia nuk mund t'i tejkaloj. Dhe kjo është diçka që nuk e dim me siguri. Ne nuk dim nëse Mars fsheh sekrete që mund të ndryshojnë gjithçka. Nën sipërfaqen e Marsit mund të ketë ujë të lëmshëm, mund të ketë burime gjeotermale, mund të ketë ekosisteme mikrobike që kanë mbijetuar për miliarda vjet. Nëse gjejmë jetë në Mars, kjo do të ndryshonte gjithçka. Jo vetëm shkencën, jo vetëm filozofinë, por mënyrën se si e shohim veten si specie, mënyrën se si e shohim vendin tonë në univers, mënyrën se si e shohim qëllimin e ekzistencës sonë. Por ndoshta Mars është i vdekur, ndoshta nuk ka asgjë atje përveç rërës dhe rrezatimit. Dhe kjo gjithashtu do të ishte një zbulim i rëndësishëm, sepse do të na tregonte se jeta është e rrallë, se universi është kryesisht i zbrazët, se ne jemi ndoshta të vetmit. Dhe kjo është diçka që nuk e dim me siguri. Ne nuk dim nëse njerëzimi do të mbijetojë mjaftueshëm gjatë për ta bërë Marsin të rëndësishëm. Kjo tingëllon si një pyetje e çuditshme, por është e rëndësishme. Nëse njerëzimi shkatëron tokën, nëse ndryshimi klimatik bëhet katastrofik, nëse luftrat bërthamore shkatërrojnë qytetrimin, atëherë misioni i Marsit bëhet i parëndësishëm. Nuk ka kuptim të ndërtosh një koloni në Mars nëse nuk ka njerëz të mjaftueshëm të shëndetshëm dhe të organizuar për ta mbajtur atë koloni gjallë. Kjo do të thotë se mbijetesa e njerëzimit në tokë dhe eksplorimi i Marsit nuk janë dy çështje të ndara. Ato janë të lidhura. Dhe ndoshta, para se të shpenzojmë miliarda dollar për të shkuar në Mars, duhet të sigurohemi se toka është e qëndrueshme. Por ndoshta jo. Ndoshta pikrisht sepse toka është e rrezikuar, duhet të shkojmë në Mars. Ndoshta Marsi është plani rezervë, ndoshta është shpresa jone e fundit. Dhe kjo është diçka që nuk e dim me siguri. Ne nuk dim nëse vetë koncepti i eksplorimit njerëzor ka kuptim në epokën e inteligjencës artificiale. Brenda 10 ose 20 vjetësh, robotët mund të jenë aq të avancuar sa të bëjnë gjithçka që mund të bëjë një astronaut njerëzor, por pa rreziqet. Pa nevojën për ajër, ujë, ushqim. Pa ngjeshmërinë ndaj rrezatimit, pa problemet psikologjike, pa nevojën për kthim. Ndoshta e ardhmja e eksplorimit hapësinor nuk është njerëzore. Ndoshta është artificiale. Ndoshta ne do të dërgojmë mendjet tona, jo trupat tanë. Por ndoshta ka diçka thelbësisht njerëzore në eksplorimin fizik. Ndoshta prania e një njeriu në Mars, me të gjitha dobësitë dhe kufizimet e tij, ka një vlerë që një robot nuk mund ta zvendësojë. Ndoshta emocionet, intuicioni, kreativiteti njerëzor janë të domosdoshme për zbulime të vërteta. Dhe kjo është diçka që nuk e dim me siguri. Ne nuk dim nëse sakrifica ka kuptim pa qëllim. Kjo është ndoshta pyetja më e thellë filozofike. Njerëzit kanë sakrifikuar gjithmonë për qëllime të mëdha, për liri, për drejtësi, për njohuri, për besim. Dhe historia ka treguar se disa sakrifica kanë ndryshuar botën, por historia gjithashtu ka treguar se disa sakrifica kanë qenë të kota, se disa njerëz kanë vdekur për qëllime që nuk ja vlente, se disa sakrifica kanë qenë thjesht humbje. Si e dim nëse sakrifica e astronautëve të Marsit do të jetë e kuptimshme? Si e dim nëse do të cojë diku? Si e dim nëse do të ndryshojë diçka? Nuk e dim. Dhe kjo është e vërteta. Por ja ku ndodh diçka e çuditshme. Ja ku filozofia dhe shkenca takohen në një pikë të papritur. Fakti që nuk dim nuk është dobësi, është forcë, sepse njohuria absolute do të thotë fund. Do të thotë se nuk ka më asgjë për të zbuluar. Do të thotë se historia ka mbaruar. Por pasiguria do të thotë se historia vazhdon. Do të thotë se ka ende mundësi. Do të thotë se e ardhmja nuk është shkruar. Dhe kjo është diçka që njerëzimi e ka kuptuar gjithmonë, edhe kur nuk e ka artikuluar. Kjo është arsyeja pse ne eksplorohemi. Kjo është arsyeja pse ne pyesim.
Kjo është arsyeja pse ne shkojmë atje ku nuk duhet të shkojmë. Jo sepse dim se do të gjejmë diçka, por sepse nuk dim. Dhe pasiguria është tërheqëse. Pasiguria është njerëzore. Tani le të bëjmë diçka të pazakontë. Le të largohemi nga Mars për një moment. Le të largohemi nga rrezatimi dhe graviteti dhe problemet teknike. Le të shkojmë në një vend tjetër. Imagjinoni sipërfaqen e Marsit siç duket nga hapësira. Një sferë kuqe, e vogël, e vetmuar, duke rrotulluar rreth diellit. Rreth saj, hapësira e pafundme. Miliarda yje, miliarda galaktika, miliarda mundësi. Dhe tani bëni zoom prapa. Larg nga Mars, larg nga sistemi diellor, larg nga galaktika jon. Derisa të gjithë gjërat që kemi diskutuar, rrezatimi, graviteti, ushqimi, psikologjia, bëhen të vogla. Derisa edhe toka bëhet e vogël. Derisa edhe njerëzimi bëhet i vogël. Dhe pastaj, nga ky perspektiv, pyesni veten, çfarë jemi ne? Jemi krijesat e vetme në univers që e dim se ekzistojmë. Jemi krijesat e vetme që pyesim pse. Jemi krijesat e vetme që shikojmë yjet dhe pyesim, a ka dikush atje? Kjo është diçka e mahniqme. Kjo është diçka e rrallë, ndoshta e vetme. Dhe tani, bëni zoom prapa edhe më shumë, derisa të shihni të gjithë historinë e universit. 14 miliard vjet, nga Big Bang deri sot. Nga pluhuri dhe gazi deri te yjet dhe planetet. Nga kimia e thjesht deri te jeta. Nga jeta deri te ndërgjegja. Nga ndërgjegja deri te pyetja. Dhe pastaj, nga ky perspektiv, pyesni veten. A ka kuptim të shkojmë në Mars? Ndoshta pyetja e gabuar është nëse ja vlen. Ndoshta pyetja e duhur është, çfarë jemi ne nëse nuk shkojmë? Kujto si filloi gjithçka. Kujto pyetjen e parë që bëm në fillim të kësaj udhtimi. Pyetëm, pse astronautët e parë të Marsit nuk do të kthehen? Dhe kjo pyetje na çoi në një udhtim nëpër fizik, biologji, psikologji, etik, filozofi. Por tani, në fund të këtij udhtimi, kuptojmë se pyetja e vërtet nuk ishte kurrë rreth kthimit. Pyetja e vërtet ishte rreth shkuarjes. Pse shkojmë? Pse duam të shkojmë? Pse, edhe kur e dim rrezikun, edhe kur e dim çmimin, edhe kur e dim se disa nuk do të kthehen, prap dëshirojmë të shkojmë. Dhe përgjigja ndoshta është kjo. Sepse jemi njerëz. Sepse kjo është natyra jon. Sepse ne jemi krijesat që shikojnë horizontin dhe pyesin. Çfarë është atje? Kjo nuk e bën rrezikun më të vogël. Kjo nuk e bën çmimin më të ulët. Kjo nuk e bën vdekjen e astronautëve më pak tragjike, por ndoshta e bën kuptimshme. Mendoni për këtë. Çdo qytetërim i madh në histori ka ndërtuar diçka që të i kalonte nevojat e menjëhershme. Egjipcianët ndërtuan piramida, grekët ndërtuan tempuj, mesjetarët ndërtuan katedrale, modernët ndërtuan qytete dhe rrjete dhe sisteme komunikimi. Dhe çdo herë njerëzit vdiqen gjatë ndërtimit. Çdo herë çmimi ishte i lartë, por çdo herë ajo që u ndërtua te i kaloi individin, te i kaloi gjeneratën, te i kaloi edhe qytetërimin që e ndërtoi. Ndoshta Marsi është katedralja jon. Ndoshta është piramida jon. Ndoshta është diçka që ne ndërtojmë jo për veten tonë, por për ata që do të vinë pas nesh. Për gjeneratat që nuk janë lindur ende. Për njerëzit që do të jetojnë në një botë që ne nuk mund ta imagjinojmë. Por edhe kjo perspektiv ka kufizimet e saj. Edhe kjo perspektiv nuk i përgjigjet pyetjes etike themelore, a është e drejtë të sakrifikosh njerëz të gjallë, me emra dhe familje dhe ëndra për një vizion abstrakt të ardhmes? Dhe kjo është pyetja që mbetet e hapur. Kjo është pyetja që filozofia nuk e ka zgjidhur. Kjo është pyetja që shkenca nuk mund ta përgjigjet. Kjo është pyetja që çdo shoqëri, çdo gjenerat, çdo individ duhet ta përgjigjet për vete. Tani le të kthehemi në tokë, jo metaforikisht, por konkretisht. Le të kthehemi te njeriu. Diku në botë, tani,
Ka dikë që po shikon qiellin e natës. Ndoshta është një fëmijë në një fshat të vogël duke shikuar yjet dhe duke pyetur: "Çfarë është atje?" Ndoshta është një shkencëtar I lodhur, pasor shpune, duke marrë frymë të freskët dhe duke shikuar hënën. Ndoshta është dikush që ka humbur dikë të dashur dhe po kërkon kuptim në pafundësinë e qiellit. Dhe ata të gjithë, pa e ditur, janë duke bërë të njëjtën pyetje që ka bërë njerëzimi gjithmonë. Pyetjen që na ka çuar nga shpellat deri te qytetet, nga qytetet deri te aeroplani, nga aeroplani deri te hapësira, nga hapësira deri te hëna, dhe tani drejt Marsit. Pyetja është e thjeshtë. Çfarë është atje? Dhe kjo pyetje e thjeshtë, e fëmijërishme, e pafundme, është ndoshta gjëja më njerëzore që ekziston. Sepse kafshët nuk e bëjnë këtë pyetje. Ato jetojnë në të tashmen, në nevojat e menjëhershme, në instinktet e tyre. Por njerëzit shikojnë horizontin dhe pyesin. Njerëzit imagjinojnë të ardhmen. Njerëzit ëndërrojnë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse jemi këtu. Ndoshta kjo është arsyeja pse ekzistojmë. Jo për të mbijetuar, por për të kuptuar. Jo për të jetuar, por për të pyetur. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë misioni I Marsit me të gjitha rreziqet dhe çmimet dhe tragjitë e tij është ndoshta shpreha më e lartë e asaj që jemi. Por edhe kjo mund të jetë gabim. Edhe kjo mund të jetë vetëm një histori që I tregojmë vetes për të justifikuar zgjedhjet tona. Edhe kjo mund të jetë vetëm një mënyrë për të shmangur pyetjen e vërtetë. Dhe pyetja e vërtetë është kjo. Kur dërgojmë astronautët e parë në Mars, kur I shohim duke u larguar nga toka, kur e dim se disa prej tyre nuk do të kthehen, çfarë do të ndihemi? Do të ndihemi krenar? Do të ndihemi të friksuar? Do të ndihemi fajtor? Do të ndihemi të frynzuar? Ndoshta të gjitha këto gjëra njëkohësisht. Ndoshta kjo është natyra e momenteve të mëdha historike. Ato janë njëkohësisht të mrekullueshme dhe të tmerrshme. Njëkohësisht frymëzuese dhe tragjike. Njëkohësisht të nevojshme dhe të pamundura. Dhe ndoshta kjo ambivalencë, kjo tension midis dëshirës për të eksploruar dhe frikës nga çmimi është pikërisht ajo që na bën njerëz. Kemi folur shumë për atë që NASA di dhe nuk thot. Kemi folur për rrezatimin, graviteti, ushqimin, psikologjinë, etikën. Kemi folur për planin fatal që fshihet pas retorikës së eksplorimit. Por tani, në fund, duhet të themi diçka tjetër. Diçka që ndoshta është po aq e rëndësishme. NASA nuk është armiku. Shkencëtarët dhe inxhinierët dhe astronautët që punojnë çdo ditë për të bërë misionin e Marsit të mundshëm nuk janë njerëz të këqij. Ata janë njerëz që besojnë në diçka. Ata besojnë se njerëzimi duhet të shtrihet përtej tokës. Ata besojnë se eksplorimi ka vlerë. Ata besojnë se sakrifica ka kuptim. Dhe ndoshta kanë të drejtë. Ndoshta historia do t'i justifikojë. Ndoshta astronautët e parë të Marsit do të bëhen heronj të njerëzimit, si Kolumbi dhe Magellani dhe Armstrongu. Por ndoshta jo. Ndoshta historia do t'i gjykojë ashpër. Ndoshta do të themi se dërgjimi I njerëzve në Mars para se të kishim teknologjinë e duhur ishte I pamatur. Ndoshta do të themi se çmimi ishte shumë I lartë. Nuk e dim. Dhe kjo pasiguri, kjo pamundësi për të parashikuar gjykimin e historisë, është ndoshta gjëja më e vështirë me të cilën duhet të jetojmë. Por ja çfarë dim? Dim se njerëzit që do të shkojnë në Mars do të jenë të guximshëm. Dim se ata do të jenë të vetëdijshëm për rreziqet. Dim se ata do të kenë zgjedhur lirisht. Dim se ata do të besojnë se ajo që po bëjnë ka kuptim. Dhe dim se, pavarësisht nga ajo që ndodh, ata do të kenë bërë diçka që askush nuk e ka bërë kurrë. Ata do të kenë qëndruar në sipërfaqen e një planeti tjetër. Ata do të kenë parë tokën nga larg, si një pikë e vogël blu në hapësirën e zezë. Ata do të kenë ndjerë rërën e Marsit në këmbët e tyre. Dhe kjo, pavarësisht nga çdo gjë tjetër, është diçka e mahniqme. Kujto si filloi gjithçka. Kujto pyetjen e parë. Astronautët e parë të Marsit nuk do të kthehen. NASA e di, por fsheh planin fatal.
Kemi udhëtuar shumë gjatë kësaj ore, kemi parë rrezatimin dhe graviteti dhe ushqimin dhe psikologjin. Kemi parë dokumentet e brendshme dhe llogaritjet dhe statistikat. Kemi parë të vërtetën e fshehur pas retorikës, por tani, në fund, kuptojmë se e vërteta është më komplekse se çdo titull. E vërteta është se njerëzimi po përpiqet të bëjë diçka të pamundur. E vërteta është se disa njerëz janë të gatshëm të vdesin për ta bërë të mundur. E vërteta është se ne, si shoqëri, nuk kemi vendosur ende nëse duam ta pranojmë sakrifikën e tyre. Dhe e vërteta është se koha po rrjedh. Çdo ditë raketa po ndërtohen, çdo ditë astronautët po trajnohen, çdo ditë plani po bëhet më konkret. Dhe një ditë, ndoshta brenda 10 vjetësh, ndoshta brenda 20, do të shohim një raketë duke u ngritur nga toka. Do të shohim flakën e motorëve. Do të dëgjojmë zhurmën. Do të ndjehemi tokën duke u dridhur në këmbët tona. Dhe do të dimë se brenda asaj rakete janë njerëz. Njerëz me emra dhe familje dhe ëndra. Njerëz që kanë zgjedhur të shkojnë. Njerëz që e dinë se mund të mos kthehen. Dhe pyetja që do të na mbetet, pyetja që do të na ndjek, pyetja që nuk do të ketë përgjigje të lehtë, është kjo. A bëm gjën e duhur? Kjo pyetje nuk ka përgjigje sot. Ndoshta nuk do të ketë kurrë, sepse disa pyetje nuk janë bërë për të përgjigjur. Ato janë bërë për të mbajtur. Për të mbajtur me kujdes, me respekt, me ndërgjegjësi. Sepse pyetjet e mëva nuk na japin qetësi. Ato na japin diçka më të vlefshme. Na mbajnë të zgjuar. Na mbajnë të ndërgjegjshëm. Na mbajnë njerëz. Dhe ndoshta kjo është gjë e vetme që mund të themi me siguri. Pavarësisht nga ajo që vendosim, pavarësisht nga ajo që ndodh, pavarësisht nga ajo që historia do të gjykojë, ne duhet ta bëjmë me ndërgjegjësi, me sy të hapur, me zemër të hapur, duke e ditur çmimin, duke e respektuar sakrifikën, duke e mbajtur pyetjen gjallë. Sepse universi nuk na ka dhënë përgjigje, ai na ka dhënë pyetje. Dhe ndoshta kjo është dhurata e tij më e madhe. Marsi pret, i kuq, i ftohtë, i heshtur, duke rrotulluar rreth diellit, si gjithmonë, i pavetëdijshëm për ëndrat tona, për frikrat tona, për sakrificat tona. I pavetëdijshëm për faktin se krijetat e vogla, të brishta, të çuditshme nga planeti i tretë po planifikojnë të vinë. Dhe ndoshta, një ditë, do të vinë. Me të gjitha dobësitë e tyre, me të gjitha rreziqet, me të gjitha pasiguritë, me të gjitha pyetjet e tyre të hapura. Dhe kjo do të jetë, pavarësisht nga çdo gjë tjetër, diçka njerëzore, diçka thellësisht, papërmirësueshëm, mahnitshëm njerëzore.